Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Elif Lam Mim Ra. Këto janë versetet e librit Kuranit. Ajo që të është shpallë ty prej Zotit tënd është e vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e besojnë. Elif Lam Mim Ra. Këto janë ajetet e librit. Allahu i lartësuar na tregon se Kurani përmban ajetet e mrekullueshme që sqarojnë gjithçka që robërit kanë nevojë, qoftë në lidhje me çështjet themelore të fesë dhe të besimit, qoftë edhe për detajet e saj. Në këto ajete tregohet se gjithçka që Allahu i shpalli profetit e tij është e vërtetë e qartë dhe e padiskutueshme. Urdhëresat dhe ndalesat e tij janë vetë drejtësia dhe mirësia. Ky libër është i mbrojtur dhe i vërtetuar me shumë argumente dhe fakte të prera që tregojnë se është shpallje e madhërisht. Ai që i përkushtohet Kuranit dhe përvetson diturinë e tij bëhet dijetar, që e njeh të drejtën dhe të vërtetën. Nëse je sinqert në marrjen e kësaj diturie, padyshim që do të nënshtrohesh të punosh sipas saj, duke kryer çdo vepër të mirë që Zoti e do dhe pëlqen, që ndryshe përkufizohet edhe si adhurim. E tërë ajo që të u shpall ty nga Zoti i është e vërteta, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Shumica nuk e besojnë këtë Kurani. Mosbesimi i tyre vjen nga shkaqe të ndryshme. Për shembull, disa janë të paditur rreth madhështisë së këtij Kurani, sepse kanë shpërfillur dhe i kanë kthyer shpinën atij, duke mos i dhënë interesin, rëndësinë dhe vlerësimin që meriton. Ndërsa të tjerë e dinë shumë mirë madhështinë dhe mrekullinë e tij, por nga arroganca, inati dhe armiqësia e tyre me të vërtetën dhe mbartësitë e saj, ata e mohojnë atë. Pikërisht për këtë arsye, shumica e njerëzve nuk arrin të përfitojnë nga ky libër kaq i begat dhe plot mirësi. E si të përfitojnë prej tij, kur ata vetë ja kanë mbyllur vetes çdo portë që bën të mundur udhëzimin? Pe çuditse, Perëndia është ai që qiejt i ka ngritur pa shtylla, e ju i shihni, e ka mbizotëruar ashin dhe ka nështruar diellin dhe hënë. Të gjitha këto rrotullohen për kohë të caktuar. Ai drejton të gjitha dhe i shpjegon argumentet dhe për të bindur ju që do të takoheni me Zotin tuaj. Allahu është ai që ngriti qiejt pa shtylla që mund të shihen nga ju dhe më pas ai që ndroi mbi fra. Allahu i lartësuar na tregon se ai është i vetëm, i pashoq dhe absolut në pushtetin e tij për të krijuar dhe administruar çështjet e krijesave. Ai është i vetmi sundues i gjithësisë dhe ai është madhështor në mbretërimin e tij. Të gjitha këto tregojnë se Allahu është i vetmi i adhuruar me merit. Çdo adhurim duhet i dedikohet vetëm atij me sinqeritet dhe saktësi, ashtu si dëshiron ai. I lartësuari thotë, Allahu është ai që i ngriti qiejt pa shtylla që mund të shihen nga ju. Është Allahu i madhruar që me fuqinë dhe madhështinë e tij i krijoi qiejt pa shtylla të dukshme nga ne. Me te, pasi përfundoi krijimin e qiejve dhe të tokës, u lartësua dhe qëndroi mbi fronin e tij madhështor, i cili është krijesa më madhështore, që qëndron sipër të gjitha krijesave të tjera të Zotit. Lartësimi dhe qëndrimi i tij mbi fron është ashtu si i takon madhështisë së tij, që është absolut me të gjitha emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Ai e nështroi diellin e hënën që lëvizin sipas një afati të caktuar. Allahu i madhruar nështroi diellin dhe hënën, këta trupa madhështor, që të shërbejmë robërve dhe përmbushje se çdo nevojë për ta, për kafshët e tyre dhe për bimësinë. Allahu i lartësuar thot për diellin dhe hënën se ata lëvizin sipas përcaktimit, ligjit dhe rregullit të vendosur nga ai, që është ngadimtar, i plotpështetshëm dhe i gjithditur. Ata lëvizin në rrugë dhe kohë të përcaktuar, sipas një rregulli preciz, dhe kur nuk dalin nga ky rregull, derisa të vijë momenti i përcaktuar kur Allahu i lartësuar do ta zhbojë këtë botë për të filluar bota e ahiretit, që do të jetë e përjetshme. Atë ditë, Allahu i lartësuar do t'i palos qiejt dhe do t'i shënderojë ata në të tjerë qiej dhe do ta ndryshojë tokën në një tjetër tokë. Dielli dhe hëna do të mbështillen dhe do të bashkohen me njëri tjetrin dhe pastaj do të hidhen në zjarr. Kështu, çdo kush që ka adhuruar diellin dhe hënën do ta kuptojë qartë se ata nuk meritonin të adhuroheshin dhe zemrat e tyre do të mbushen plot dëshpërim. Atë ditë, mohuesit do të binden se ishin gënjeshtar dhe trillues kocëjash. Ai rregullon të gjitha çështjet dhe i sqaron argumentet me hollësi që ju të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Allahu i lartësuar në këtë ajet përmend dy veprat e tij. Ai administron dhe rregullon çështjet, ai qartëson argumentet e ligjit të tij dhe shpalljen hyjnore. Këtu përmenden bashkë dy vepra madhështore të Allahut të lartësuar, që janë krijimi dhe ligjonia. Allahu i lartësuar u ngrit dhe qëndroi mbi fronin e mbretërimit të tij, duke u marrë vetë me administrimin dhe rregullimin e çështjeve e botës së sipërme dhe asaj të poshtme. Ai nuk i ka lënë askujt pushtet në këtë aspekt. Është veç Allahu që krijon dhe furnizon, që pasuron dhe varfëron, që krenon popull dhe njerëz dhe që poshtron dhe nështron të tjerë. Ai dhuron fitoren dhe krenarinë dhe ai poshtron dhe tupëron. Me urtësinë dhe diturinë e tij, disa i ull dhe disa i ngre. Me mëshirën dhe bujarinë e tij, Allahu i madhruar largon fatkeqësi duke sjellë qirimin dhe shpëtimin e të përvojturve. Është ai që ekzekuton çdo përcaktim të tij në kohën dhe masën e përcaktuar prej tij,
përcaktime të cilat i ka bazuar me hollësin e diturinë e tij dhe të cilat i ka shkruar me korrekt si lapsi i tij. Allah urdhëron me lekët e tij që të zbatojnë çdo urdhër të tij në rregullimin e çështjeve të robërve. Ky është pushteti i tij i krijimit dhe rregullimit të çështjeve të robërve që përmenden në ajet me fjalët: ai rregullon çështjet. Ndërsa thënia e tij ju fasilul ajat sqaron argumente tregon se Allahu i lartësuar është i vetmi që ka të drejtën të vendosë robërve ligje sipas të cilëve duhet të jetojnë. Ai u shpalli libra hyjnor profetëve të tij. Përmes këtyre shpalljeve, ai u ka sqaruar robërve çdo ligj të domosdoshëm, çdo urresë, ndalesë dhe çdo porosi të nevojshme për të ndërtuar jetën e tyre sipas kënaqësisë së tij. Allahu i madhruar i ka qartësuar dhe shtjelluar në detaje shpalljet dhe ligjet e tij. Për të mbështetur ligjet dhe shpalljet, ai ka sjellë shenja dhe mrekullitë të shumta, të cilat shfaqen dukshëm qoftë në madhështinë e krijimit të tij, qoftë në mrekullitë të shumta me të cilat pajisi profetët. Edhe Kurani është një mrekulli e pakrahasueshme që ka një qëllim të lartë, që ju të jeni të bindur për takimin me Zotin tuaj. Vërtet, argumentet e shumta, të qarta dhe të shtjelluara mirë janë ndër shkaqet kryesore që sjellin sigurinë e plotë rreth të gjitha çështjeve hyjnore, sidomos kur bëhet fjalë për çështjet madhore të besimit, si besimi në ringjalljen apo besimi për llogarinë para krijuesit. Allahu i lartësuar është hakim, i urtë, dhe si i tillë kur nuk do t'i krijonte krijesat pa qëllim dhe t'i braktiste ata, duke i lënë të çoroditur dhe të pauzuar. Ai ka një qëllim të madh dhe shumë të rëndësishëm me robërit e tij. Duke qenë se Allahu i madhruar dërgoi ndërta profet dhe u zbriti shpallje hyjnore, përmes të cilave i urdhëron se si ta adhurojnë dhe të jetojnë sipas ligjit të tij. Atëherë padyshim ai ka për t'i quar ata nga varret dhe ka për t'i ringjallur në një botë tjetër, në të cilën ka për t'i gjykuar dhe shpërblyer me drejtsinë dhe bamirësinë e tij. Punëmirët kanë për të marrë shpërblimin me të mirë, ndërsa të pabindurit dhe të padrejtë do t'i ndishkojnë me drejtsinë e tij, sipas fiksisë së tyre. Ai është i cili e ka shtrirë tokën, duke krijuar në temale dhe lumenj. Dhe nga çdo lloj fruti krijoi çifte nga dy, ai bëri që në ata ta mbuloj ditën. Me të vërtetë, në këto ka dokumente për njerëzit që mendojnë. Është ai që e shtroi tokën dhe vendosi në temale e lumenj dhe të gjitha llojet e frutave i bëri çift, dy nga dy. Allahu i lartësuar e krijoi tokën për robërit e tij, e bëri atë gjerë dhe të begatshme për ta. Me mëshirën e tij, ai e shtroi dhe e sheshoi tokën, duke vendosur mirësitë e shumta, pa të cilat njeriu nuk mund të jetojë. I lartësuar i thotë: vendosi malet e mëdha, që toka të jetë e qëndrueshme për krijesat. Nëse Allahu i lartësuar nuk do të vendoste malet si shtylla, toka me shtresat e saj do të ishte e paqëndrueshme. Megjithatë, ujë oqanesh dhe me konstruktin e saj të luajshëm, ajo mund të qëndrojë e palëkundur veçse nëpërmjet maleve të mëdha, që Allahu i lartësuar i ka bërë si shtylla mbajtëse. Përveç kësaj, Allahu i lartësuar ka krijuar në tokë lumenj për njerëzit, për kafshët dhe bimësinë e tyre. Nëpërmjet tyre u itën dhe rritën pemët, dritërat, frutat dhe mirësitë e shumta. I madhruar i thotë: prej secilit fryt bëri dy lloje pra, bëri nga dy lloje çift, siç u nevojitën njerëzve. Në vijim, i lartësuar i thotë: ai bën që ata ta mbulojë ditën. Allahu i madhruar e mbështjell ditën me natë dhe errësira mbulon horizontin. Çdo krijesë pushon në vendin e vet dhe çlodhen nga aktiviteti dhe mundimet e ditës. Pasi krijesat plotësojnë nevojën e tyre për gjumë, Allahu i lartësuar e mbështjell natën me ditë, kur përhapet drita e agimit dhe krijesat dalin për punët e tyre dhe për të grumbulluar të mirat që i nevojiten. Në një ajet tjetër, Allahu i lartësuar thotë: prej mëshirës së tij, ju a bëri natën dhe ditën për të pushuar dhe për të përfituar nga begatitë e tij, prandaj jeni mirënjohës. Kasas 73. Vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që mendojnë. Në të gjitha këto ka shenja të qarta që na udhëzojnë për të kuptuar qëllimet hyjnore. Por këto shenja u vlen dhe u bëjnë dobi atyre që meditojnë dhe i veshtrojnë me kujdes ato, me qëllimin për të nxjerrë mësime. Vetëm duke i trajtuar në këtë formë shenjat dhe argumentet e Zotit, ata kuptojnë shumë qartë se ai që ka krijuar, për kujdeset dhe rregullon çështjet e gjithë botës është Allahu i lartësuar, prandaj vetëm atij i takon adhurimi dhe nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç tij. Allahu është i gjithë dituri rreth të fshehtave dhe atyre që shfaqen. Ai është gjithashtu i gjithëmshirshëm me mëshirëplotin e çdo gjë që buron prej tij, qoftë në ligjin e krijimit, qoftë në ligjin e fesë dhe besimit, sipas të cilit ka urdhëruar të jetohet, qoftë në ligjin e shpërblimit. Allahu është i lavdëruar, i plot begati dhe mirësi në gjithçka që ka krijuar dhe urdhëruar. Ndër shenjat madhështore që tregojnë për pushtetin e plot dhe veprat e mrekullueshme të Allahut është edhe fakti që në tokë ka vise që janë të lidhura njëri me tjetrin dhe ka kopshtije të mbjellura me hardhi dhe ara dhe palme me një pep ose shumë pipa, ujitën me të njëjtin ujë, e disa nga frutet i bëjnë më të shijshme nga të tjera. Me të vërtetë, në këto ka dokumente për njerëzit që kanë mend.
Në tokë ka hapësira që qëndrojnë pranë njëra tjetrës, ka vreshta dhe fusha të mbjella, ka palma që janë me shumë degë, por edhe pa të tilla. I lartësuari ka mundësuar që në tokë të mbijnë lloje të ndryshme frutash dhe bimësje. Sa të bukura janë vreshtat dhe pemishtet, sa të domosdoshme janë dritërat dhe sa të begashme dhe të mira janë palmat dhe frutorët të ndryshëm. Ka palma që janë të degëzuara, por ka edhe të tilla që zhvillohen të drejta e pa degëzime, që të gjitha këto pemë bimë ujitën nga i njëjti ujë dhe ushqehen nga i njëjta tokë, ashtu sikur se ndriçohen, ngrohen dhe rriten nga i njëjti diell dhe në të njëjtat kushte. Megjithatë, ato prodhojnë fruta të ndryshme që dallojnë në shijet e tyre. Të gjitha ujiten me të njëjtin ujë, por ne i kemi bërë me shijet e veçanta e të dallueshme nga njëra tjetra. Ato ndryshojnë në ngjyrën, shijet, vlerat dhe dobitë e tyre, si edhe në kënaqësinë që të japin. I madhërishmi edhe tokat i ka bërë të ndryshme. Ka tokat e mira, të cilat rrisin larmi bimësh, pemësh dhe drithra shoqyese. Ka edhe tokat e tjera që nuk mbijnë dhe nuk mbojnë as ujin, por ai humbet në thellësinë e tyre, pa bërë asnjë dobi për njerëzit dhe kafshët. Por ka të tjera që vërtet nuk mbijnë, por shërbejnë për të grumbulluar ujin. Ka toka ku mbijnë një lloj bimëse dhe jo të tjera. Sigurisht që të gjitha këto ndryshime janë përcaktimi nga Dhjemtarit me shërplotit. Pas kësaj, Allahu i lartësuar thotë, vërtet, në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që kuptojnë. Ka fakte për ata të cilët kanë logjikë dhe arsye që i uzon në gjëra të dobishme. Një logjike e pastër dhe arsyetimi drejt e uzon robën tek kemia dhe e ndihmon atë që të kuptojë qartë porositë e Zotit. Ndërsa ata që gjithmonë kthejnë shpinën udhëresave të Zotit dhe mendjeletet, që pa u menduar fare, u përkushtohen veç dëshirave të unit, këta enden të çoroditur në errësirat ku janë gjytur. Ashtu, të pasigurt dhe të përhumbur në vetëm mashtrimin e tyre, nuk e gjejnë dot udhën drejt Zotit të tyre dhe nuk arrin të kuptojnë asnjë mesazh të dhënë prej tij. Nëse çuditesh, pra, çudi janë fjalët e tyre, avall, me të vërtet pasi të bëhemi tokë, do të krijohemi përsëri. Ata nuk besojnë në Zotin e tyre, këta janë ata, në qafat e të cilëve do të ketë pranga, këta janë banorët e xhehenimit, në të cilin do të qëndrojnë për erë. Nëse ti çuditesh, është edhe më e çuditshme kur ata thonë, a do të krijohemi sërish pasi të jemi bërë? Kuptimi i ajetit, nëse ti, o Muhammed, çuditesh dhe mrekullohesh nga madhështia e Allahut të lartësuar dhe faktet e shumta që tregojnë njohurinë e tij, dije se është më e çuditshme mohimi i këtyre fakteve nga ana e atyre që nuk besojnë shpalljet e Allahut dhe e quajnë gënjeshtër ringjalljen. Është shumë çudi kur ata thonë, a do të krijohemi sërish pasi të jemi bërë? Sipas tyre, kjo është diçka e pamundur. Sipas arsyes së tyre të dobët, pasi të jenë tretur dhe bërë një me dhënë, është shumë e çuditshme dhe e pamundur që Allahu t'i rikthejë në jetë. Shkaku i këtij përfundimi është se ata e krahasojnë fuqinë e krijuesit me aftësitë e mangëta të krijesës. Duke qenë se krijesat e kanë të pamundur ringjalljen e të vdekurve, ata gjykojnë se kjo është e pamundur edhe për krijuesin, duke harruar se ishte Allahu i lartësuar ai që i krijoi nga hiçi, kur ata nuk ekzistonin. Ky ishte njëri nga kuptimet e ajetit. Një kuptim tjetër i ajetit është edhe ky që vjen. Nëse çuditesh, o Muhammed, që ata mohojnë ringjalljen, ke të drejtë, sepse kjo është vërtet diçka e çuditshme. Si është e mundur që dikujt t'i qartësohen faktet rreth ringjalljes dhe pastaj ai t'i mohojë sërish ato? Pe çuditse kjo është e çuditshme dhe e papranueshme. Por, sigurisht, çdo gjë mund të pritet nga ata të cilët nuk besojnë Zotin e tyre, nuk pranojnë njohurinë e tij dhe nuk besojnë edhe çështjet më të qarta. Këta janë ata që mohojnë Zotin e tyre. Ata ndeshkohen me prangën e qafë. Prangat që kanë në qafë ai pengojnë për të arritur udhëzimin. Ata ftohen për të besuar, por refuzojnë, atyre ju ofrohet udhëzimi, por nuk nështrohen të jetojnë sipas tij. Prandaj zemrat dhe shpirtrat e tyre vulosen dhe përmbysen, si ndëshkim për refuzimin e besimit dhe udhëzimit të Zotit kur u ofrohet fillimisht. Për këtë, Allahu i lartësuar thotë, ata janë banorë të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ata nuk kanë për të dalë kur prej zjarrit. Ata e kërkojnë me nguti prej teje të keqen para të mirës, e para tyre ka pasur shumë dënime. Zoti yt është falës për njerëzit përkundër zullumeve të tyre, por Zoti yt, me të vërtetë, është edhe dënues i ashpër. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e ndëshkimit para së mirës, Allahu i lartësuar na tregon rreth ignorancës së thellë që i karakterizon mohuesit e profetit e tij, të zhytur në idhujtari dhe padrejtësi. Ata u këshiluan dhe qortuan nëpërmjet kësaj shfaljeje madhështore, por nuk nxorën mesim. Atyre ju dhan fakte dhe argumente të qarta, por sërish nuk u nështruan dhe e refuzuan shfaljen e Zotit. Ata e shfaqën aptazi mohimin e tyre duke u argumentuar çuditërisht në butësinë e Allahut të lartësuar, që edhe pse është i plot pushtetshëm nga Dhjemtar, tregon mëshirë ndaj tyre. Duke qenë se Allahu i lartësuar është i gjithëmëshirshëm dhe i butë, ai nuk nxitohet që t'i ndeshkojë ata për gjinoat e tyre, kurse ata e lexuan këtë mosndeshkim si provë se janë me të vërtetë. Të vetmashtruar dhe plot arrogancë,
Ata I kërkonin profetit ta se që tua përshpejton të ndëshkimin, a thua se po e sfidonin atë. Dikush prej tyre tha, nëse ky Kurani është vërtet prej teje, lësho mbi ne o e besh kush nga qielli, ose na jep ndonjë dënim të rënd. E fal 32 pikë edhe pse para tyre ka pasur dënime të ashpra. Të mjerët I thoshin këto fjalë kur, para tyre, Zoti kishte bërë shumë popull shembuj për të tjerët, me mënyrën se si I kishte ndeshkuar ata. A nuk e shihnin veten se si ishin ka ta ndisur? Pikçëditëse a nuk kishin frikën nga ndëshkimi I Zotit? Pikçëditëse sigurisht, kjo që një ignorancë e thellë e tyre, nga e cila duhet të largoheshin sa më parë, që të shpëtonin. Ata duhet të dinin se, me të vërtetë, Zoti I të ka faljen të madhe për njerëzit, me gjithë padrejtësitë e tyre, mirësia, bujëria, mëshira dhe falja e Zotit zbresin vazhdimisht dhe I përfshin njerëzit, të cilët, fatkeqësisht, din të tregojnë veç se sherin, osbindjen, mosmirnjohjen dhe mohimin. Ata e mohin Zotin, tregohen mosmirnjohës e mospërfillës ndaj Tij, ndërkohë që janë aq të varfër dhe nevojtar për mëshirën e Tij. Ndërsa I lartësuar I fton me buci, dashuri dhe mëshirë drejt portës së Tij, ata vazhdojnë të zhyten në krime dhe padrejtësi. Megjithatë, I gjithëmshirshmi nuk I privon dhe as I përjashton ata nga përkujdesja, mirësitë dhe bujaria e Tij. Nëse ata pendohen dhe kthehen tek Ai të mbushur me keqardhje dhe të neshtruar, Ai bëhet I dashuri tyre dhe I ka njoftuar se Ai do të penduarit dhe I do ata që pastrohen. Nëse nuk pendohen, Zoti përkujdeset që t'i mjekoj dhe pastroj ata. Ai I sprovon ata me fatkeqësi për t'i pastruar nga gjinohat, por përsëri thot me dashuri dhe mëshirë, thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me shumë gabime, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut, sepse Allahu I fal të gjitha gjinohat. Ai është falës I madh dhe mëshirëplot. Dhe kthehuni te Zoti juaj me pendim dhe bindje dhe dorëzojuni atij para se t'ju vijë dënimi, se pastaj nuk do të ketë kush t'ju ndihmoj. Dhe përmbajuni me të mirës që ju është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vijë dënimi befas se ju të mos e ndjeni. Zumer 53-55. Por duke synuar t'i kthej në rrugën e mbar, Zoti di t'i mjekoj ata edhe duke I kërcënuar, por të jeni të bindur se Zoti yt është edhe ndeshkues I rrept. Ai është ndeshkues për këtë që vazhdon në gjinoa dhe refuzon të kthehet I penduar, të kërkoj falje dhe t'i përgjërohet atij, që është ngallënimtari dhe falësi I madh. Le të friksohen robërit e mequr nga ndëshkimi I ngallënimtarit dhe të drejtit, që është një dënim I pashmangshëm mbi kriminalët. Le ta kujtojnë vazhdimisht se zemërimi dhe ndëshkimi I Zotit është I dhëmshëm dhe I ashpër. Mohusit thon, sikur ti ishte dërguar atij një mrekulli nga Zoti I tij. Ti je vetëm paralajmërues. Për çdo popull ka udhërfyes në rrugë të drejtë. Mohusit kërkojnë që t'u japësh disa shenja ose mrekulli, sipas dëshirave të tyre, duke thënë, përse nuk I zbret atij ndonjë shenjë nga Zoti I tij. Dhe me këtë ata nënkuptonin ato shenja dhe mrekulli që ata dëshironin dhe ja kërkonin profetit Asa. Në fakt, ky që thjesht pretekst për të arsyetuar mosbesimin dhe kundërshtimin e tyre, sepse ata e dinin shumë mirë që profeti Asa ishte thjesht urtues, paralajmërues dhe përcjellës besnik I mesazhit të Zotit dhe, si tillë, nuk kishte asnjë çështje në dorë. Është vetëm Allahu I lartësuar ai që përcakton dhe vendos për shenjat dhe mrekullitë me të cilat ai mbështet profetët e tij. Ata I dinin shumë mirë këto çështje, por fjalët e tyre ishin veç justifikime për të arsyetuar mosbesimin që kishin ndaj profetit. Në fakt, Allahu I lartësuar I dhuroi edhe Muhamedit së argumentet e qarta, faktet e pamohueshme dhe mrekullitë e shumta, të cilat I kuptonte çdo kush që kishte sadupak logjik të shëndosh. Përmes tyre e gjen rrugën e drejtë ai që e dëshiron të vërtetën. Ndërsa mohuesit, të cilët janë të zhytur në errësirën e ignorancës, të padrejtësisë dhe të shfurjes, nuk pranojnë të ndjekin rrugën e profetit, prandaj bëjnë të tilla propozime. Kërkesat e tyre janë të kota, mashtrime, sifaqësi dhe justifikime për të mos u nështruar dhe për të mos besuar profetin e Zotit. Diçka është e sigurt, edhe sikur atyre t'u jepeshin të gjitha shenjat dhe mrekullitë që ata kërkonin, ata përsëri nuk do të besonin dhe nuk do të nënshtroheshin për të jetuar dhe adhuruar Zotin sipas mesimeve të profetit. Në të vërtetë ata nuk I pengonte fakti se nuk ishin se kushtua që artësonte të vërtetat të Zotit, pasi ato ju sqaruan në formë të përkryer dhe bindëse. Ata thjesht ndiqnin dëshirat e veta dhe nuk dënjonin që të nënshtroheshin dhe të adhuronin Allahun e madhëruar. Çdo popull ka pasur udhërfyes. Çdo popull ka patur udhërfyesin e vet, që do të thotë se në çdo popull Allahu I lartësuar ka zgjedhur njerëz, të cilët ftonin në udhën e drejtë dhe të pastërt e tij. Ata që Allahu I lartësuar I ka përzgjedhur për të ftuar njerëzit në rrugën e drejtë kanë qenë profetët dhe pasuesit e profetëve. Sigurisht që Allahu I lartësuar këta ftues në rrugën e drejtë I ka mbështetur gjithmonë me argumentet dhe fakte të qarta që tregojnë për vërtetësinë e shpalljes, të cilën ata përhapin ndër njerëz dhe vërtetësinë e atyre vetë si përçues. Allahu I lartësuar I ka pajisur me argumente të shumta, të cilat shërbejnë si mbështetje për udhëzimin e qartë, në të cilën ata ftojnë njerëzit.
Perëndia di se që mban e barkun në saj çdo femër dhe di se sa shkurtohet dhe sa zgjatet koha e lindjes. Dhe çdo gjë tek ai është me mos. Allahu e di çfarë bart çdo femër dhe çfarë paksojnë e çfarë shtojnë barqet e tyre. Dituria e Allahut të lartësuar është gjithëpërfshirëse, mbikëqyrja e tij mbi krijesat është e plotë dhe ai e ka nështruar gjithçka me pushtetin e tij. Ai thot, Allahu e di çfarë bart çdo femër, domethënë, çdo femër e njerëzve apo e krijesave të tjera. Gjithashtu, ai është i gjithditur për pikë çfarë paksojnë e çfarë shtojnë barqet e tyre. Pra, ai e di se cili fryt prishet dhe nuk do të dalë në dritë dhe ai e di mirë çfarë zhvillohet brenda barkut të krijesave, çfarë shtohet e çfarë paksohet brenda tyre. Tek ai çdo gjë është me masë të caktuar. Askush dhe asgjë nuk mund ta kalojë masën apo kuën që Zoti ja ka përcaktuar. Allahu i madhruar ka përcaktuar çdo gjë me urtësinë dhe diturinë e tij absolute. Ai di gjërat e dukshme dhe të padukshme. Ai është i madhrueshëm dhe i lartë. Ai e di të padukshmen dhe të dukshmen. Ai është i madhi dhe i lartësuari. Allahu është i madhi në qendjen e tij, por edhe në emrat dhe cilësitë e tij. Gjithashtu, ai është i lartësuari mbi të gjitha krijesat e tij. Allahu është i lartësuar në qendjen e tij, në atributet e tij dhe në pushtetin e tij absolut për të nështruar gjithçka. I madhruari e përshkruan veten e tij duke thënë: Tek ai ju jeni të barabartë, qoftë se flisni në vete apo flisni me zë të lartë, si dhe ai që fshihet natën apo ai që ec ditën. Për atë është një lloj nëse dikush e fsheh fjalën, apo e shpreh atë aptazi, nëse vepron fshehtas natën, apo vepron aptazi ditën. Përballë diturisë, dëgjimit dhe shikimit të Zotit janë një lloj të gjithë, si ata që e shfaqin fjalën dhe ata që e fshin atë, si ata që veprojnë gjatë natës, edhe ata që fshihen gjatë ditës në shtëpi, shpellë dhe kudo qofshin. Njeriu ka përcjellës e ngjej para tij dhe pas tij, e mbikëqyrjen atë me urdhërinë e Perëndisë. Me të vërtetë, Perëndia nuk u ndryshon atë që ka nga e mira në të keqe. Kur ai don ta ndëshkojë një popull, s'ka kurfar pengese për te. Dhe ata, përpos tij Perëndisë, s'kan kurfar ndihmësi. Për çdo njeri ka mbikëqyrës para dhe prapa tij, të cilët, me urdhrin e Allahut, e ruajnë atë. Çdo njeriu janë përcaktuar me lekë shoqërues që ndërohen me njëri tjetrin gjatë natës dhe ditës. Ata që ndrojnë para dhe pas njeriut, duke e ruajtur atë me urdhrin e Allahut. Me lekët e ruajnë trupin dhe shpirtin e njeriut nga çdo kush që i dëshiron të keqen. Ata gjithashtu shkruajnë edhe veprat e tij. Kështu, njeriu nuk duhet të harrojë se, përveç faktit që Allahu i lartësuar di gjithçka për gjendjen, nevojat dhe veprat e tij, ai ka caktuar edhe me lekë si shoqërues të njeriut, të cilët mbikëqyrin çdo gjendje dhe aktivitet e tij. Njeriu duhet të jetë i bindur se asnjë veprim, fjala apo gjendje e tij nuk humbet dhe harrohet. Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë në veten e tyre. Nëse Allahu i lartësuar i ka dhuruar një popull i lumturi, mirësi dhe begati, kur nuk ka për t'u larguar këto mirësi derisa ata vetë të bëhen shkak për këtë gjë. Robi bëhet shkak për humbjen e mirësire, duke braktisur imanin për të rënë në kufër, duke braktisur bindjen ndaj Zotit për të rënë në poshtërsi dhe gjinohe, duke braktisur mirënjohjen ndaj mirësive të Allahut të lartësuar për të rënë në arrogancë dhe mosmirënjohje. Kështu, Allahu i lartësuar u heq mirësitë dhe begatitë pikërisht për këtë arsye. Nga ana tjetër, nëse njerëzit e ndryshojnë gjendjen e tyre për mirë, duke u larguar nga poshtërsia dhe mosbindja ndaj Zotit dhe duke u kthyer të nështruar dhe të bindur ndaj Allahut të lartësuar, ai ka për ta transformuar gjendjen e tyre nga fatkeqësia, dëshpërimi dhe dhimbja në mirësi, lumturi, bollëk dhe mëshirë. Por, kur Allahu vendos ta ndëshkojë një popull atë, ndeshkja nuk ka kusht as praps. Nëse Allahu i lartësuar vendos të godas me vështirësi e fatkeqësi, gjë që njerëzit nuk e duan, nuk ka dyshim se dëshira dhe vullneti i tij do të realizohen dhe askush nuk mund ta ndalojë atë dhe ata nuk do të gjejnë mbrojtës tjetër veç tij. Askush nuk mund të marrë përsipër çështjet e tyre, të ndihmojë të arrijnë atë që duan apo të mbrojnë nga gjërat që u druan. Për këtë arsye, le të jenë të kujdesshëm dhe të ruhen të mos bëjnë ato gjërat që Zoti i urren, në mënyrë që të mos i godasë ndëshkimi i Zotit, i cili është i pakthyeshëm kundër një populli kriminal. Ai ju dëfton juve vetëtimen, duke u friksuar dhe shpresuar ju, dhe ai krijon rreth të rënda me shi. Është ai që ju a shfaqur rufen, që të friksoni dhe të shpresoni, rufeja shkakton frikë dhe shpresë, frikën nga shkatërimi që ajo mund të sjellë në jetët, të mbjella dhe në pasurinë e njerëzve, por njëkohësisht edhe shpresë për shijem, që ajo paralajmëron dhe është ai që i krijon rreth të dëndura. Rreth që janë të rënduara dhe të mbushura me ujë, aq të dobishëm për njerëzit. Edhe bubullima e falenderon atë Perëndin, por edhe engjëjt ngadroja ndaj tij. Ai dërgon profet dhe godet me ato këtë doj, dhe ata përsëri diskutojnë për Perëndin. Ai është jashtë për ndëshkime. Bubullima e madhuron atë me lavdinë e tij, e po kështu bëjnë edhe melekët nga frika ndaj tij. Ra quhet zëri i fuqishëm i bubullimës,
që buqet nga mesi i reve dhe që është shumë i frikshëm. Kjo bubullim është e nështruar ndaj Zotit dhe ajo e madhron atë në këtë mënyrë kaq madhështore. Edhe melekët, sikurse thuhet në ajet, bëjnë tasbih, duke deklaruar pastërtinë e Zotit nga çdo mangësi. Ata bëjnë tasbih nga frika e madhe që kanë prej Zotit dhe prej ndëshkimit të tij. Pastaj Allahu i lartësuar, për t'i friksuar robërit e tij dhe për të treguar madhështinë e tij, thotë, është ai që i dërgon rrufet dhe godet me tokë të doj dhe ata. Idhujtarët që guxojnë të polemizojnë rreth Allahut, kur ai është një ndëshkues i ashpër. Rrufeja është drita e fuqishme dhe përvoluese që del nga mesi i reve. Allahu i lartësuar na tregon se me këtë krijim të tij, ai godet çfarë të dëshirojë. Për këtë arsye, le të friksohen robërit nga i madhërishmi, të cilët i janë shtruar gjithçka në qiell dhe në tokë, se ai është Shedidul Mjal, që do të thotë i plot fuqishëm dhe asgjë nuk mund ta ndalojë atë që ai dëshiron. Për Allahun nuk është e vështirë asgjë dhe ndëshkimit të tij nuk mund t'i shpëtojë as manget askush. Allahu i madhruar është i vetmi që ka fuqinë të krijojë ret dhe të dhurojë shijen, burimin e ujit, që është jetik për krijesat. Është ai që administron dhe rregullon çështjet e krijesave. Allahu t'i nështrohen me frikë edhe krijesat më të mëdha, nga të cilat njerëzit tmerrohen. Ai është i fuqishmi, nënshtruesi dhe mposhtësi gjithçkaje. Duke qenë se këto janë cilësitë e tij, Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet pa shok. Vetëm për te është lutja e vërtetë. Ata mohuesit që i lutën tjetër kujt, përpos Perëndis, nuk u përgjigjet atyre me kurgjë, ashtu si kundër ai që i zgjat dy duart tek uji pranë pusit, për t'i ardhur te goja, por ai kursesi nuk i vjen. Lutja e mohuesve është e kotë. Lutja e vërtetë është vetëm ajo që i drejtohet atij. Vetëm Allahut i dedikohen adhurimet, se një, i vetëm dhe i pashoq. Vetëm atij duhet i drejtohesh sinqerisht me lutje, me të dyja format, lutjet e adhurimit dhe lutjet e kërkesës. Vetëm Allahut duhet i drejtohet dhe dedikohet lutja, vetëm atij duhet i friksohesh, ta shpresosh dhe duash me gjithë zemër. Për shpërblimin e tij duhet të sakrifikosh dhe garosh dhe prej ndëshkimit dhe zemërimit të tij duhet të druhesh dhe të largohesh. Vetëm tek Allahu duhet të kthehesh i penduar me keqardhje dhe i nështruar. Të gjitha këto adhurime duhen bërë me sinqeritet vetëm për Allahun dhe sipas mënyrës që ai ka shpallur. Ky është adhurimi i vërtetë dhe i dobishëm. Çdo adhurim që i bëhet dikujt tjetër ose jo me mënyrën e përcaktuar prej Allahut është i pavlefshëm, sikurse thotë i madhëruari më pas, ndërsa i dhujt, të cilëve jo besimtarët u lutën veç tij, nuk kanë për t'i u përgjigjur kur. Çdo gjë që ata adhurojnë, si i dhuj, uta dhe zota, e që i konsiderojnë si ortak me Allahun, të gjithë nuk kanë asnjë mundësi për t'i u përgjigjur lutjeve dhe adhurimeve të tyre. Ata nuk kanë në dorë asnjë mirësi të dynjas dhe të ahiretit dhe nuk kanë fuqi të të mbrojnë nga fatkeqësitë dhe vuajtjet në të dy ajetet. Ata të mirë që shpresojnë të tillë zota dhe i dhujnë ashtu sikur se i përshkruan Allahu i madhruar, kur thot, ata i ngjajnë atij që shtrin duar drejt ujit, që ai t'i shkojë në gojë, por që kur nuk ka për t'i shkuar. Ata janë si ai njeriu që zgjat duart në drejtim të ujit, që ndodhet shumë larg prej tij, me shpresën e kotë se, duke zgjatur duart, do të shkojë diçka në buzët e tij. Megjithse është jetur, ky veprim nuk ka për t'i larguar kurrëtin. Të tillë janë mohuesit e Zotit dhe idhujtarët. Putat apo idhujt e tyre nuk mund t'i ndihmojnë, nuk mund t'u përgjigjen lutjeve të tyre, nuk u sjellin asnjë lloj dobi apo t'i ruajnë nga fatkeqësitë dhe dhimbjet, madje edhe në çastet më të vështira, ku nevoja është jashtëzakonisht e madhe. Si lutësit, edhe të luturit janë të varfër dhe nuk kanë në dorë asnjë mundësi dhe fuqi, as në tokë e as në qiell. Ata nuk kanë pjesë në mbretërimin dhe sondimin e qiejve dhe të tokës dhe kur nuk kanë për të ofruar ndonjë ndihmë dhe mbështetje për ata që i lutën dhe i adhurojnë. Prandaj Madhruari thot më pas, lutja e jo besimtarëve është vetëm një kotësi. Çdo gjë që ata lusin dhe adhurojnë, veç Allahut, është e kotë. Prandaj dhe adhurimet e tyre janë të kota. Nëse qëllimet janë të kota, po të tilla konsiderohen edhe rrugët ose mjetet e arritjes së tyre. Me fjalë të tjera, çdo rrugë dhe mjet që të çon në haram, në shirki, mojë ose poshtërsi, është haram, shirki, mojë ose poshtërsi në fenë e Zotit. Duke qenë se Allahu i lartësuar është mbretëruesi, sunduesi i vërtet dhe i pashoq, atëherë adhurimi i kushtuar atij është i drejtë dhe dobipurës. Adhurimet e sinqerta kushtuar Allahut e vetëm dhe të pashoq, me mënyrën që ai e ka përcaktuar në shpalljen e tij, janë të vetmet adhurime që i sjellin dobi njeriu në të dy ajetet. Shëmbëllimi i mohuesve që i lutën dikujt tjetër veç Allahut me atë që shtrin duar drejt ujit, që ai t'i shkojë në gojë, por që kur nuk ka për t'i shkuar. Është nga krahasimet më të bukura. Ashtu sikurse është e pamundur arritja e ujit në gojën e atij njeriu, ashtu është e pamundur arritja e dobive dhe plotësimi i kërkesave të tij përmes lutjeve drejtuar i dhue. Nëse dëshiron të tregosh se sa e padobishme është diçka, sill një shembull të ngjashëm që e ilustron këtë pamundësi.
Kjo është një metodë shumë efikase për qartësimin e çështjeve dhe që Allahu i lartësuar e ka përdorur shpesh në Kur'an, si për shembull, nuk ka dyshim se atyre që mohojnë argumentet tona dhe tregojnë kryeneçe ndaj tyre, nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hyjnë në xhenet derisa deveja të futet në vrimin e xhipërs. Kështu ish problemin e keqpërësit. Paraf 40-41. Shiko tefsirin e ajetit 186 të surës El-Bekare. Perëndisi i bëjnë sejdë të gjithë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, dasht e pa dasht, si dhe hijet e tyre bëjnë sejdë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjithçka në qiell në tokë i bën sejdë vetëm Allahut, me hira me pa hirë, e po kështu edhe hijet e tyre në mëngjes e mbrëmje. Gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë i nështrohet dhe i bën sejdë Zotit. Kjo përulje bëhet në dy mënyra, me dëshirë, siç ndodh me besimtarët, me pa hirë, siç ndodh me mohuesit, që tregojnë me ndjemdhenjë dhe nuk duan të nështrohen dhe të i bjenë sejdë Zotit. Megjithatë, vetë qenia e tyre kërkon të kundërtën dhe i nxit për të qenë të nështruar ndaj Zotit. Gjithashtu, Allahu i madhruar i bjen në sejdë të gjitha krijesat të cilat bëjnë hije mbi tokë, në fillim të ditës dhe në fund të saj. Në këtë mënyrë, çdo krijesë i bjen në sejdë Zotit me mënyrën e vetë të caktuar, atë e madhrojnë me tasbih shtatë të qiejt, toka dhe gjithçka në to. Nuk ka gjë që nuk e madhron atë me tasbih, duke e lavdëruar, por ju nuk e kuptoni madhërimin të tasbihut e tyre. Ai është i butë dhe falës i madh. Isra 44. Atëherë, duke qenë se të gjithat krijesat janë nështruar Allahut të lartësuar, me hir apo me pa hir, atëherë vetëm ai e meriton që të jetë i adhuruar i tyre i vërtetë, ndërsa adhurimi i gjithçkaje tjetër është i kotë. Për të treguar kotësinë e adhurimeve të çdo gjëje tjetër, Allahu i madhruar sjell fakte dhe argumente, duke thënë: Thuaj, kush është Zoti i qiellërave dhe i tokës? Dhe përgjigju, Perëndia. Thuaj, a mos vallë i merrni ju, përveç ti, për miq, ata që vetes nuk mund t'i sjellin as dobi as dëm. Thuaj, a janë të njëjtë i verbëti dhe ai që sheh, ose a janë të njëjtë errësirat dhe drita, ose mos vallë, ata që i kanë bërë shoh Perëndis, a kanë krijuar siç ka krijuar ai, e që t'ju bën krijesat të ngjashme atyre. Thuaj, Perëndia është krijuesi çdo gjëje dhe ai është i vetmi dhe triumfues. Pyeti, kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Thuaju, Allah. Drejtoju këtyre idhujtavave që, veç Allahut, adhurojnë puta dhe idhuj, të cilët i dua sikurse Allahun dhe u përkushtojnë atyre lloj adhurimesh dhe kurbanesh, dhe thuaju, vallë, e humbët logjikën kur i lejuat vetes që të merrni si mbrojtës këta idhuj dhe tu përkushtonit atyre adhurime, edhe pse ata nuk meritojnë as pak adhurim. A nuk ja bëhet këtë pyetje vetes tuaj? Piçuditë thuaj, mos, vallë, keni zgjedhur zota të tjerë veç ti, që edhe vetes e tyre nuk mund t'i bëjnë as dobi as dëm. Mendoni pak për ata që ju i adhuroni veç Allahut, thuaj, a është i barabartë i verbri me atë që sheh, dhe a janë të njëjta errësirat me dritën. Allahu i lartësuar është absolut dhe i plot me emrat dhe cilësitë e tij. Ai është pronari i të gjallëve dhe të vdekurve. Në dorën e tij është krijimi, administrimi i çështjeve të krijesave dhe vetëm në dorën e tij është dëmi dhe dobia. Atëherë, si e lini adhurimin e Allahut dhe tregoni mos mirënjohës ndaj përkujdesit dhe mirësive të tij. Adhurimi i Zotit së njëjtë dhe i vetëm kur nuk mund të jetë një lloj si adhurimi i idhujve, ashtu sikurse nuk mund të jetë një lloj ai që shikon me të verbërin dhe as drita me errësirë. Idhujtarët pretendojnë se Allahu ka ortak, të cilët mund të krijojnë e bëjnë ashtu si krijimi i tij dhe kanë pushtet si pushteti i tij, por këto pretendime janë fryt të dëshimeve dhe paqartësive të tyre. Atëherë, ti, o i dërguar, dhe çdo kush e kryen misionin tënd, largoju a këto dëshime dhe paqartësira. Mesoju atyre se Allahu është i vetmi i adhuruar përmes argumenteve dhe fakteve. Apo, mos vallë, besojnë se Allahu ka ortak, të cilët kanë krijuar ashtu siç krijoi ai, dhe tashmë ky krijim i ngjan një lloj. Është e pamundur që diçka të krijojë vetveten dhe po ashtu është e pamundur që të ekzistojë vetë, pa pasur një krijues. Atëherë, është e padiskutueshme që ekziston vetëm një krijues që nuk ka shok në pushtetin për të krijuar dhe për rregulluar çështjet e krijesave të tij. Vetëm ai duhet të adhurohet, se ai është një dhe i vetëm, dhe gjithashtu ai është El-Kahar, do me thënë, nështruesi i gjithçkaje me pushtetin e tij absolut. Thuaj, Allahu është i vetmi krijuesi i çdo gjëje, ai është i vetmi dhe ngallënimtari. Askush tjetër veç Allahut nuk i ka këtë cilësi njëkohësisht, i vetëm dhe unik, si edhe ngallënimtar dhe nështruesi i gjithçkaje. Krijesat nuk mund të jenë të tilla. Mbi çdo krijesë ka një krijesë tjetër më të fortë, që nështon dhe e mposht atë, por edhe mbi këtë ka një tjetër më të fortë dhe të pushtetshëm, derisa të përfundojnë te sunduesi absolut, te nështruesi i gjithçkaje, që është Allahu i lartësuar. Askush nuk është mbi Allahun. I plot pushtetshmi duhet të jetë domosdoshmërisht i vetëm i pashoq dhe i tillë është vetë Allahu i madhruar. Ky është një argumentim logjik që tregon për njohurinë e Allahut të lartësuar. Kjo tregon gjithashtu se çdo gjë që krijesat adhurojnë, veç Allahut të lartësuar,
është e pafuqishme, nuk ka në dorë asgjë prej krijimit dhe pushtetit të vërtet, prandaj adhurimi i tyre është i kotej pavlerë. Ai lëshon shiun nga qielli, andaj rrjedhin lumenjt me masë të caktuar dhe vala i bart mbeturinat mbi sipërfaqet e ujit. Edhe atë që e shkrin njerëzit në zjarr, me qëllim që të përfitojnë storje ose vela, është mbeturinë e pavlefshme, si ajo në sipërfaqet e ujit. Kështu, Perëndia jep shembullin e së vërtetës dhe të pavërtetës, mbeturinë atullën, e ajo që u shërben njerëzve mbetet në tokë. Kështu, Perëndia u shpjegon shembujt. Ai zbret nga qielli i ujë, që rrjedh nëpër lumenj me masë, ndërsa vala nxjerr shkumën mbi sipërfaqe. Edhe ajo që del nga shkrirja e xherorit në zjarr për të bërë me të ndonjë storje ose ndonjë mjet, është shkumë e ngjashme si ajo. Kështu e sqaron Allahu shembullin e së vërtetës dhe të së pavërtetës. Sepse zyra është duket si shkuma, ndërsa ajo që u sjell dobi njerëzve mbetet në tokë. Kështu i shpjegon Allahu shembujt. Në këto ajete, Allahu i lartësuar bën një krahasim të mrekullueshëm, që tregon rëndësinë e madhe të udhëzimit që ai solli nëpërmjet profetëve dhe shpalljeve të tij për t'u dhënë jetë zemrave dhe shpirtave. Allahu i madhruar e krahason shpalljen me ujin që zbren nga qielli, i cili është i domosdoshëm për jetën e krijesave. Udhëzimi i sjell nga Zoti përmes shpalljes përmban dobi gjithëpërfshirëse dhe të shumta, të cilat janë domosdoshmëri për krijesat, ashtu sikurse edhe uji. Pastaj Allahu i lartësuar prezanton llojet e zemrave në lidhje me udhëzimin dhe përfitimin prej tij. Zemrat krahasohen me shtetërit e përrenjë dhe të lumenjve. Ka shtetër të vegjël që mbajnë pak ujë dhe të tilla janë zemrat e vogla që mbajnë pak dituri. Por ka edhe shtetër të mëdhenj që mbajnë me shumë ujë, që simbolizojnë zemrat e mëdha, të cilat mbajnë shumë dituri. Në këtë ajet, Allahu i lartësuar jep edhe një shembull tjetër për të na bërë të kuptojmë mirë ndikimin e keq të dëshirave të pakontrolluara kur zemrës i paraqitet e vërteta dhe udhëzimi. Këto dëshira të pakontrolluara janë si shkuma që qëndron mbi ujin e pastër dhe që mundohet ta turbullojë atë, ose si skorjet që dalin mbi floririn e pastër. Shkuma e ujit ose skorjet duhet të largohen në mënyrë që të bëhet i dobishëm uji ose floriri i kulluar. Të tilla janë dyshimet që ngacmojnë shpirtrat e njerëzve, si edhe dëshirat e pakontrolluara, të cilat i largojnë zemrat nga Allahu i lartësuar dhe qëllimi përse janë krijuar. Por nëse njeriu vazhdon të luftojë kundër këtyre dy sëmundjeve, duke i urryer ato, duke kërkuar dritën e sjellë nga Zoti përmes shpalljes dhe duke pastruar qëllimin e tij, që të jetë me sinqeritet vetëm për Zotin, atëherë zemra pastrohet dhe sëmundjet largohen. Pas përpjekjeve të shumta të sinqerta me vetveten dhe pas kërkimit të dritës së Zotit, këto zemra bëhen të pastra dhe mbushen me dituri rreth të vërtetës, me dashuri të madhe për të, duke i dhënë përparësi mbi gjithçka tjetër. Në të tilla zemra nuk mbetet me vend për të kotën, sikurse thot Allahu i lartësuar, thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduke kota. Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur. Isa 81. Ndërsa në fund të këtyre ajeteve, Allahu i lartësuar thotë, kështu i shpjegon Allahu shembujt. Kështu, Allahu i lartësuar e bën këtë që të dallohet qartë e vërteta nga e kota, udhëzimi në rrugën e drejtë nga devijimi. Por ata që i gjegjen Zotit e tyre, i gjen e mira e madhe, e ata që nuk i gjegjen atij, sikur të ishte e tyre gjithçka në tokë, dhe edhe as më tepër, ata do ta sakrifikonin atë për të shpëtuar. Të atillëve u është përgatitur llogari e rënd, e strehimi i tyre është xhenemi. Sa shtrat i shëmtuar që është ai. Për ata që i përgjigjen Zotit të tyre janë të gjitha gjërat e mira. Pasi qartësoi të vërtetën nga e kota, Allahu i madhruar tregon se njerëzit ndahen në dy grupe, ata që i përgjigjen Zotit të tyre dhe të cilët meritojnë shpërblim. Për këta tregohet se çfarë shpërblimi i pret. Ata që nuk i përgjigjen Zotit të tyre dhe meritojnë dëshkimin, i cili përmendet më pas. Për sa i përket grupit të parë, Allahu i madhruar thotë se ata i përgjigjen Zotit të tyre. Kjo do të thotë se zemrat e tyre hapen për t'u mbushur me dritën e Zotit dhe besimin e pastër. Trupi i tyre nështrohet për të zbatuar urdhëresat e Zotit dhe për t'u larguar nga ndalesat e tij. Kështu, ata i përgjigjen Zotit të tyre në gjithçka që ai dëshiron prej tyre. Këtyre fatrumve Allahu i madhruar u ka premtuar atë që quhet El Husna, domethënë çdo gjë e mirë e të këndshme. Shpërblimi që ata do të marrin në këtë jetë, por edhe pas vdekjes, në përjetësi, është më i miri dhe më i mrekullueshmi. Siç e ka përshkruar profeti ata do të kenë atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe asnjë zemër nuk e ka imagjinuar. Ndërsa ata të cilët nuk i përgjigjen Zotit, edhe pse ai u asharon plotësisht të vërtetën përmes shumë shembullave në shpalljen e tij, ata nuk kanë për ta parë të mirën dhe gjendja e tyre do të jetë shumë e keqe. Për ta, Allahu i lartësuar thotë, ndërsa ata që nuk i përgjigjen atij, edhe sikur të zotërojnë gjithçka që është në qiell dhe në tokë, madje edhe një herë sa ajo, do t'i jepnin si kompensim. Për të shpëtuar ndëshkimit, ata do të jepnin si kompensim çdo pasuri të kësaj bote, are argjend qoftë, vetëm dhe vetëm të shpëtonin nga ndëshkimi i ditës së gjykimit.
Por, sigurisht, kjo nuk ka për të pranuar prej tyre. E si mund të ndodhë diçka e tillë? Piçuditësa ata të mirë do të përballen me një llogari të vështirë, duke u marrë në përgjegjësi për çdo vepër të keqe. Ata do të përgjigjen për detyrimet ndaj Allahut të lartësuar dhe ndaj krijesave, detyrimet që nuk i kanë respektuar. Allahu i lartësuar shkruan dhe rendi gjithçka që ata bëjnë, prandaj dhe ata të mirë do të thonë, të mirët ne. Çfarë është ky libër, që nuk ka lënë asnjë vepër, të madhe apo të vogël, pa e shënuar? Kështu thot Allahu i lartësuar në ajetin kuranor, kur libri i punëve do t'u vihet përpara. Ti do t'i shohësh gjynaqarët e frikësuar nga shënimet në të, që do të thonë, të mirët ne. Çfarë është ky libër, që nuk ka lënë asnjë vepër, të madhe apo të vogël, pa e shënuar? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Kehf 49. Ata do të kenë gjykimin më të rëndë dhe vendi i tyre është xhehenemi. Ea, sa vençëndrim i keq është ai. Pas gjithë kësaj llogarie të tmeshme dhe të frikshme, vençëndrimi i tyre i përhershëm do të jetë xhehenemi. Ai është vendi ku janë mbledhur të gjitha llojet të ndëshkimit, i shoqëruar me uri dhe etje të dhimbshme. Zjarri në xhehenem është i ndezur fort. Ushqimi i banorëve të tij do të jetë zekumi. Ata do të vuajnë edhe të ftohtin e tmeshëm, zemërir, i në xhehenemit e shumë ndëshkime të tjera, që Zoti ka përmendur në Kurani. Vend më i keq është ai i tyre. A mos vallë, ai që di se e vërteta që të është shpallë ty nga Zoti yt është njësoj sikur ai që është i verbër. Vetëm të mençurit mendojnë. Duke na dhënë një pamje të qartë për të dalluar ata që kanë marrë dituri dhe dritë nga shpallja e tij dhe punojnë me sinqeritet sipas saj, nga ata që nuk janë të tillë. Allahu i madhruar thot: "Atëherë a është i njëjtë ai që e di se ajo që tu shpan nga Zoti yt është e vërtetë me atë që është i verbër?" Ata të cilët e dinë mirë dhe janë të sigurt se ajo që tu shpal ty prej Zotit tënd është e vërteta e padiskutueshme, ata meditojnë dhe përpiqen të kuptojnë qartësisht mesazhin e Zotit të tyre. Pasi e kuptojnë mirë atë çfarë Zoti do prej tyre, ata nështrohen për të jetuar dhe punuar sipas saj. Kështu, këta nuk mund të jenë një lloj me ata që Zoti i quan të verbër. Ata të mirë nuk e njohin të vërtetën dhe, sigurisht, nuk punojnë sipas saj. Mes dy grupeve ka një largësi të madhe, sa ajo mes qiejve dhe tokës. Çdo njeri i mençur dhe i urtë duhet të meditojë dhe ta kujtojë shpesh këtë krahasim të dy grupeve që bën Allahu i lartësuar dhe vazhdimisht duhet t'i bëj pyetjen vetes, cilin nga dy grupet është më i mirë. Pasi mendon me kujdes, le të bëj zgjedhjen e duhur dhe t'i jap përparësi asaj që duhet dhe të mbledh forcat për të ndjekur karavanin e të shpëtuarve. Por, sigurisht, jo çdo kush gjykon drejt se çfarë i bën dobi dhe dëm. Allahu i madhruar na tregon se cilët janë ata të cilëve u bën dobi kujtimi. Ai thotë, vetëm njerëzit e mençur e kuptojnë. Çortimin. Pikërisht ata që kanë mendje të shëndosh e kuptojnë të vërtetën. Ata janë të përzgjedhurit e më të mirët e botës ndër bijtë e Ademit. Nëse dëshiron të dish cilësitë e tyre, nuk e për të gjetur përshkrim më të mirë se sa ai që vetë krijuesi i tyre u ka bërë. Ata që kryejnë obligimin ndaj Perëndisë dhe nuk e prishin premtimin. Ata që e përmbushin besën edhe në Allahut dhe nuk e shkelin fjalën e premtuar, këtu bëhet fjalë për premtimin që Allahu i madhruar ka marrë prej tyre. Ai ku ka marrë besën, që ata do të bëjnë maksimumin për të përmbushur detyrimet që kanë ndaj tij. Këtë kuptim ka, Yufune Beadil, Lai, do me thënë, e përmbushin premtimin edhe në Allahut. Përmbushja e këtij premtimi duhet të bëhet në formën e të plotë dhe me të saktë. Pjesë e këtij plotësimi është dhe fakti që ata nuk e shkelin marrëveshjet. Kështu, ata i plotësojnë të gjitha detyrimet që kanë marrë përsipër për të kryer për hir të Allahut të lartësuar. Kjo përfshin të gjitha marrëveshjet, betimet që janë bërë në emër të Zotit ose edhe zotimet që bëhen në formë adhurimi për Zotin. Ajeti jep mesazhin që njeriu duhet të jetë i mençur dhe i urtë, sepse do të marrë shpërblimin e madh të Allahut të lartësuar. Kjo arrihet vetëm nëse ai përmbush të gjitha detyrimet dhe jo duke i shkelur ato. Një përshkrim tjetër i këtyre të përzgjedhurve vjen më poshtë, ku Allahu i lartësuar thotë: "Dhe ata që ruajnë atë që ka urdhëruar Perëndia që të ruhet dhe i druajnë Zotit të tyre dhe i frikohet llogarisë së rëndë." Ata që i ruajnë lidhjet që Allahu ka urdhëruar të ruhen, i frikësohen Zotit të tyre dhe i druajnë gjykimit të rëndë. Ky është një ajet i përgjithshëm që përfshin të gjitha lidhjet që Allahu i lartësuar ka urdhëruar të mbahen fort. Muslimani duhet të ruajë lidhjet me Zotin e lartësuar nëpërmjet forcimit të imanit, duke kultivuar dashurinë për Zotin dhe dashurinë për profetin e tij, duke e nështruar veten që të adhurojë Allahun e lartësuar si një, të vetëm dhe të pashoq dhe për t'i u bindur profetit e tij. Gjithashtu, muslimani duhet të mbajë të forta lidhjet me prindërit e tij, duke qenë bamirës ndaj tyre me fjalë dhe me vepra dhe duke u ruajtur të mos u bëjë padrejtësi atyre. Muslimani duhet të mbajë lidhje të forta edhe me të afërmit dhe farefisin, duke u sjellë mirë me ta, me fjalë dhe me vepra. Ai duhet të mbajë marrëdhënie të mira me bashkëshorten dhe fëmijët, me shoqërinë dhe miqësinë, madje edhe me shërbyesit apo vartësit, duke u dhënë hakun atyre.
Me fjalë të tjera, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për plotësimin e detyrimeve që kanë të bëjnë me çështjet e kësaj jete, por edhe për çështjet e besimit dhe fesë, pra, të ahiretit. Vereni me kujdes. Shkaku që i bën këta robë të zgjedhur që ti mbajnë të forta lidhje që Allahu i lartësuar ka urdhëruar të mbahen, është frikë respekti ndaj Allahut dhe frika ndaj dhe njësë llogarisë. Prandaj Allahu i lartësuar thot për ta, i friksohen Zotit të tyre dhe i druhen gjykimit të rënd. Ata i druhen dhe i friksohen Zotit të Madhërisëm. Është pikërisht kjo frikë dhe madhërimi që ata kanë për Zotin e tyre, që ata të jenë të kujdesshëm në përmbushjen e detyrimeve ndaj tij. Në çdo çast të jetës së tyre, ata i shoqëron frika për ditën kur do të japin llogari përpara tij, prandaj kur nuk marrin guximin që të bëjnë poshtërsi ndaj Zotit apo të cënojnë urrëresat e tij. Gjatë gjithë jetës, zemrat e tyre janë të mbushura me frikë nga ndëshkimi i Zotit dhe shpresë për shpërblimin e tij. Ata e duan fort Allahun dhe e madhrojnë atë. Në vijim të përshkrimit të tyre, Allahu i lartësuar thot: dhe ata që durojnë për të fituar dashurinë e Zotit të tyre dhe që falin namazin, dhe nga ajo që ua kemi dhënë ne, ndajnë japin fshehurazi dhe haptazi dhe kthejnë të keqen me të mirë, për ta ka përfundim të mirë. Ata që ngulmojnë me durim për të arritur dashurinë e Zotit të tyre dhe falin me rregull namazin, ata bëjnë durim në përmbushjen e urrëresave të Zotit, bëjnë durim duke frenuar veten nga haramet, bëjnë durim ndaj caktimit të Zotit, duke e pritur atë me zemër të hapur dhe jo me zemërim apo rebelim kundër Zotit. Në këtë ajet, Allahu i madhruar jep një detaj shumë të rëndësishëm, duke treguar se çfarë i motivon këta të përzgjedhur për të patur këtë durim për të arritur dashurinë e Zotit të tyre. Ky është një kusht i domosdoshëm që durimi me të gjitha llojet e tij të jetë i shpërblyeshëm nga Allahu i lartësuar. Motivi që e shtyn njeriu për të qenë i duruar duhet të jetë i pastër dhe jo i përzier me qëllime të keqia dhe të pavleja. Durimi i dobishëm është ai që njeriu e bën për të arritur kënaqësinë e Zotit të tij, duke shpresuar afrimin tek ai dhe marrjen e shpërblimit të tij. Ky lloj durimi është veçoria e besimtarëve të sinqertë, ndërsa ai lloj durimi, nëpërmjet të cilit njeriu kërkon të tregojë forcën, qëndrueshmërinë dhe këmbën nguljen e tij, duke kërkuar lëvdata dhe duke ushqyer me ndjemallësinë e tij, ky durim mund të arrihet nga kushtu dhe nuk është as pak i lëvduar dhe i shpërblyeshëm. Një përshkrim tjetër i atyre që janë të mequr dhe të urtë dhe që do të meritojnë shpërblimin e Zotit vjen me poshtë në ajetin kuranor dhe e falin me rregull namazin. Së pari, Allahu i lartësuar i përshkruan ata si njerëz që e falin rregullisht dhe me saktësi namazin, duke plotësuar shtyllat, kushtet, elementet e detyrueshëm dhe të pëlqyeshëm të namazit, qoftë në aspektin e jashtëm, qoftë në atë të brendshëm gjatë kryerjes së tij. Së dyti, i përshkruan ata duke thënë, ata që japin haptazi dhe fshehtazi nga ajo që u kemi dhënë ne dhe të keqen e kthejnë me të mirë. Të tu bëhet fjalë për shpenzimet e detyrueshme, siç është zakati ose edhe kompensimet e ndryshme për shkak të betimit, sotimit të tij. Gjithashtu bëhet edhe fjalë për shpenzimet e pëlqyeshme. Kështu, këta të zgjedhur shpenzojnë sa herë që nevojitet dhe këtë bëjnë haptazi dhe fshehtazi, si të jetë më e mira dhe si ta kërkojë urtësia. Ata, gjithashtu, të keqen e kthejnë me të mirë. Nëse dikush i keq trajton ata me fjalë apo me vepra, ata nuk ia kthejnë me të njëjtën monedhë, por ia kthejnë me bamirësi, duke synuar rregullimin dhe përmirësimin. Nëse dikush i privon, ata japin dhe shpenzojnë pa kufi për të. Nëse dikush i bën padrejtësi, ata e falin dhe ja kthejnë me mirësi. Nëse dikush i ndërpret marrëdhëniet me ta, ata përpiqen që t'i lidhin dhe ruajnë marrëdhëniet me të. Kur dikush i dëmton ata me fjalë ose vepra, ata përpiqen me fjalë dhe me vepra ta rregullojnë dhe përmirësojnë atë. Mendo pak. Nëse kjo është sjellja e tyre ndaj atyre që i bëjnë padrejtësi, atëherë si mund të jetë sjellja e tyre me ata që sillen mirë? Sigurisht që morali i tyre është i pashëmbull dhe këto janë cilësi që mund t'i kenë vetëm ata që Zoti i ka zgjedhur. Për të gjithë ata që kanë të tilla cilësi, Allahu i lartësuar ka përgatitur atë që quhet ukedar, rëndvanimi i përjetshëm këtyre u takon shpërblimin në shtëpinë e përjetshme. Pastaj, Allahu i lartësuar e shtjellon me shumë këtë rëndvanim të përjetshëm të tyre, duke thënë: Xheneti i Amnit, në të cilin do të hyjnë ata, dhe prindërit e tyre, dhe gratë e tyre, dhe pasardhësit e tyre. Ata kanë qenë të mirë që kanë besuar, e engjëjt do të hyjnë tek ata nga çdo derë. Për ta janë përgatitur xhenetet e Amnit, ku do të hyjnë ata dhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepërmirë. Ato janë xhenetet e Amnit, pra kopshtet e qëndrimit të përhershëm, nga ku nuk kanë për t'u larguar kurrë dhe nuk kanë për të kërkuar që t'u ndryshohet apo t'u zëvendësohet me diçka tjetër. E si mund të kërkojnë diçka tjetër nga ky vend, që vetë Allahu i lartësuar e ka përgatitur për të dashurit e tij dhe në të cilën gjenden të gjitha mirësitë që sjellin lumturi dhe gëzim. Në xhenet ka gjithçka që ata fatum e kërkojnë dhe e ndrojnë. Allahu i madhëruar tregon se do t'ua qetësoj shpirtin dhe do t'ua kënaqë sytë e dashurët e tij, duke thënë: Xhenetet e Adnit, ku do të hyjnë ata dhe prindërit, gratë dhe fëmijët e tyre,
të cilët kanë qenë vepërmirë. Kështu, ata do të bashkohen e gjenit me paradhësit dhe me bashkëshortet e tyre. Fjala e zuaq bashkëshortet ka edhe kuptimin ata të cilët kanë qenë të ngjashëm me ta, aspektin e veprave të mira, pra edhe këta konsiderohen si të afërt me besimtarët. Prania e këtyre të dashurve u ashton me shumë kënaqësinë dhe lumturinë në xhenetin e Zotit. Një tjetër kënaqësi që ata përjetojnë është edhe prania e melekëve, të cilët i vizitojnë në çdo kohë. Thot Allahu i lartësuar, e ju thonë, shpëtimi qoftë mbi ju, me që keni duruar e sa përfundim i bukur që është ky. Melekët do t'i vizitojnë ata duke u hyrë nga çdo portë, selamun aleikum. Ata i përshëndesin me selam dhe i përgëzojnë për nderimin e madh që Allahu i lartësuar u ka rezervuar. Ata u drejtohen me ato fjalë të dashura, duke u thënë selamun aleikum. Selam, i është përshëndetja e Allahut të lartësuar për ta, prandaj ata do t'i përfshi paqja dhe siguria. Kjo do të thotë se ata do të shpëtojnë nga çdo gjë e keqe secilës i druan dhe do të lumturohen me çdo gjë të mirë që e dëshirojnë. Por Allahu i lartësuar thot diçka tjetër, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar, me durimin tuaj gjetë shpëtimin. Domethënë, vetëm përmes durimit, ata arrin këto grada të larta në xhenetin e mrekullueshëm. Sa e mirë është shtëpia e tyre e përjetshme. Kështu, çokush që e vlerëson veten dhe i dëshiron të mirën asaj, e nështron atë për tu përpjekur dhe punuar fort, me shpresë që të stoliset me cilësitë të mençore. Vetëm në këtë mënyrë mund të shpresojë se do të ketë pjesë në xhenet, në atë vend aq të bukur, i cili gjithmonë ka qenë motivuesi dhe lumturuesi i shpirtrave të mirë. Në atë vend të bukur janë mbledhur të gjitha kënaqësitë dhe mirësitë lumturisjellse. Për të tilla mirësi le të punojnë me aktivet dhe le të garojnë ambiciozët. Ata që prishin obligimin ndaj Perëndisë, pasi që janë zotuar për atë, e që këputin atë që ka uruar Perëndia te vuat dhe bëjnë çrregullimin e tokë, për ata ka malkim dhe përfundim të keq. Pasi përshkroi gjendjen e banorëve të xhenetit dhe veprat e tyre, Allahu i lartësuar përshkruan gjendjen e banorëve të zjarrit dhe të punëve të tyre, që janë krejtësisht të kundërta me ato të banorëve të xhenetit. I Madhruari thotë, ndërsa ata që e shkelin besën e dhënë Allahut, pasi e kanë dhënë, shkëpusin ato lidhje për të cilat Allahu ka uruar të mbahen fort dhe bëjnë shkatërimin e tokë. Ata janë të mallkuar dhe për ta është shtëpia e tmeshme. Cilësia e tyre e para shkelja e premtimeve ndaj Allahut të lartësuar, edhe pse ato premtime janë përforcuar nëpërmjet profetëve të tij. Në vend që t'i respektonin, ata i shpërfillin, i shkelin dhe i hedhin pas shpinje. Cilësia tjetër e tyre i shkëpusin ato lidhje për të cilat Allahu ka uruar të mbahen fort dhe bëjnë shkatërimin e tokë. Kështu, ata nuk mbajnë lidhje me Zotin përmes besimit të drejtë dhe punëve të mira sipas këtij besimi. Ata nuk ruajnë lidhjet me farefsin, por i shkëpusin ato. Gjithashtu, ata nuk plotësojnë detyrimet dhe përgjegjësinë ndaj njerëzve, por sjellin shkatërim përmes mohimit të Zotit dhe poshtërsive, duke penguar njerëzit nga rruga e Zotit dhe duke e paraqitur atë si të shtrembër. Kjo është gjendja e tyre në këtë botë, për sa i përket veprave dhe mosbesimit të tyre. Për të tillë njerëz, Allahu i lartësuar thotë, ata janë të mallkuar dhe për ta është shtëpia e tmeshme. Ata janë të dëbuar, të poshtëruar dhe të nënçmuar nga Allahu i lartësuar, melekët e tij dhe besimtarët e sinqertë. Në këtë jetë, ata do të ndiqen nga poshtërimi, ndërsa në ahiret për ta është përgatitur, sikurse thot Allahu i lartësuar, shtëpia e tmeshme, i cili është qarë i ndezur fort dhe çdo lloj ndeshkimi dhe vuajtjeje që ai përmban. Perëndia ja zgjeron furnizimin kujt të dojë dhe ja pakson. Ata i gëzojnë jetës së kësaj bote, por jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është vetëm kënaqësi transite e përkohshme. Allahu i jep me mbushulli atij që ai dëshiron dhe po ai kufizon. Ata jo besimtarët janë të gëzuar me jetën e kësaj bote. Vetëm Allahu i lartësuar e ka fuqinë që t'i shtojë rrezikun atij që ai dëshiron dhe t'ia paksojë atij që ai dëshiron. Megjithatë, mohuesit nuk e kuptojnë këtë. Ata gëzohen me stolitë e kësaj bote që Zoti ka përcaktuar për ta. Ai është një gëzim i tepruar dhe jo i drejtë, që i bën të gjejnë preje me këtë jetë dhe të harrojnë ose të jenë të pavëmendshëm ndaj ahiretit. Kjo ndodh edhe për shkak të mangësisë dhe dobësisë së logjikës së tyre. Ata nuk arrin ta kuptojnë një fakt shumë të rëndësishëm, që Allahu i lartësuar i përmbledh me fjalët, por jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër është vetëm një përjetim mashtrues. Në krahasim me ahiretin, jeta e kësaj bote është një përjetim tërësisht i pavlerë, i cili të fal një farë kënaqësie të shkurtër, por që shumë shpejt largohet dhe pasohet nga një mjerim dhe vuajtje e gjatë. Mohuesit thonë, sikur ti ishte dërguar atij një mrekulli nga Zoti i tij. Thuaj, me të vërtetë, Perëndia e shpjen në humbi atë që do me që është hyrë në të keqe, ndërsa udhëzon në rrugë të drejtë atë që kthehet tek ai. Allahu i lartësuar na tregon rreth mohuesve të shpallëve të tij. Ata tregueshin arrogant ndaj të vërtetës. Duke pasur si qëllim që thjesht ta refuzonin, ata i kërkonin profetit e Zotit shenja dhe mrekulli sipas dëshirave të tyre, jo besimtarët thonë, përse nuk i jepet atij ndonjë shenjë nga Zoti i tij.
Ata pretendojnë se nëse do të vinin këto shenja ata do të besonin. Por Allahu i Madhruar u hedh poshtë këtë pretendim të gënjeshtër duke thënë: "Thuaj, Allahu le të humburat çajdo dhe udhëzon në rrugë të drejtë ata që kthehen tek ai, Allahu i Madhruar udhëzon ata që kërkojnë kënaqësinë e tij." Udhëzimi dhe humbja nuk janë në duart e tyre në mënyrë të tillë që, nëse dëshirojnë ata, të besojnë pasi të shohin mrekullitë. Udhëzimi është i gjithë në dorë të Allahut dhe Allahu i Madhruar i adhuron atij njeriu që kthehet i penduar dhe i nështruar, pikërisht për të kërkuar kënaqësinë e tij. Megjithatë, edhe pretendimi i tyre se, po të shihnin ndonjë mrekulli, ata do të besonin, ishte i gënjeshtërt. Allahu i lartësuar thotë: "Edhe sikur t'u dërgoni meleket, t'i bënin të vdekurit t'u flisnin atyre dhe t'i t'u bonin të gjitha gjërat para tyre, ata përsëri nuk do të besonin, nëse Allahu nuk do të donte. Por shumica e tyre nuk e din të vërtetën." Enam 111. Nuk ishte e domosdoshme që profeti të silte pikërisht ato mrekulli që ata i kërkonin, sepse mjaftonte çfarë do mrekullie tjetër që ai paraqiste që dëshmonte qartë se shpalja nga Zoti ishte e vërtetë. Kjo ishte më e dobishme edhe për ata vete, sepse nëse Allahu i lartësuar do t'u silte mrekulli që ata kërkonin dhe ata sërish nuk do të besonin, atëherë ai do t'u përshpejtonte ndëshkimin. Pastaj Allahu i lartësuar tregon cilësitë e besimtarëve. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet Perëndia, qetësohen, me të vërtetë, kur të përmendet Perëndia, zemrat qetësohen. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen kur kujtojnë Allahun. Me kujtimin e Zotit largohet frika, trishtimi dhe anthi nga zemra, dhe vendin e tyre e zer gëzimi, kënaqësia dhe qetësia. Dijeni se me kujtimin e Allahut, zemra gjen qetësi. Është e natyrshme që zemra të gjejë preje dhe qetësi me kujtimin e Allahut. Nuk ka ndonjë gjë më të dashur, më të ëmbël dhe më qetësuese për zemrën se sa dashuria për Krijuesin, preja në praninë e Tij dhe lumturia që përjeton me njohjen e Tij. Në varësi të njohjes dhe dashurisë që robi ka për Zotin është edhe kujtimi. Sigurisht, këtu bëhet fjalë për format e kujtimit dik, siç janë tasbih, tekbir, telil, Ky është njëri nga kuptimet e ajetit, pra, fjala dhikru, lënë në kupton kujtimin që njeriu i bën Zotit. Një mendim tjetër është se dhikru, është Kurani, të cilin Allahu e shpalli për të qenë këshill dhe kujtim për besimtarët. Sipas këtij kuptimi, zemrat gjejnë preje me librin e Zotit. Kur njeriu dëgjon dhe mëson Kuranin, zemra qetësohet. Kjo ndodh sepse ajetet e Kuranit janë të mbushura me të vërteta të qarta dhe mbështeten në argumente të padiskutueshme. Kurani ofron dije të sigurt, sepse ajetet e tij janë të mbrojtura nga ndryshimi dhe tjetërsimi. Librat e tjerë të shkruara nga njerëzit nuk i japin zemrës qetësi, për paqëndrueshmëri, për shkak të kundërtënieve dhe pasigurisë. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar thotë: "A nuk meditojnë ata rreth Kuranit? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, e jo prej Allahut, do të kishin gjetur në të shumë kundërtënie." Nisa 82. Kjo kuptohet qartë me leximin dhe meditimin e librit e Allahut të lartësuar dhe krahasimin me librat e tjerë. Çdo kush e bën këtë, gjen një ndryshim shumë të madh mes tyre. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: "Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, të lumtë ata për ta ka vendbanin të mrekullueshëm." Ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, do të kenë çdo mirësi dhe vendqëndrime të mrekullueshme. Janë ata që e besojnë me zemër Allahun, melekët e Tij, profetët dhe ditën e gjykimit dhe e vërtetojnë këtë besim me veprat e mira. Ata bëjnë punë të mira sipas këtij besimi, qoftë punë zemre, siç është dashuria për Allahun apo shpresa dhe frikë respekti ndaj Tij, qoftë punë të dukshme, siç është namazi, agjerimi e Tij. Për këtë afatum, Allahu i lartësuar thotë që do të kenë çdo mirësi dhe vendqëndrime të mrekullueshme. Ata do të jenë të lumtur tek Zoti i tyre. Ata do t'i përfshijë kënaqësia dhe bujaria e Allahut në këtë jetë dhe në ahiret. Ata do të jenë në kënaqësi dhe preje të plotë. Mes këtyre kënaqësive, Allahu i lartësuar veçon pemën Tuba, e cila ndodhet në xhenet. Profeti na tregon në hadithet e sakta se, në ndjenjën e kësaj peme mund të udhtojë një kalorës 100 vjet dhe përsëri nuk arrin ta kalojë atë. Dhe, kështu të dërguan e ty të një popull, para të cilit kanë kaluar shumë popull, që t'ju a lexosh ti atyre, atë që ta kemi shpallur aty, sepse ata nuk besojnë në mëshiruesin Perëndin. Thuaj, ai mëshiruesi është Zoti im, s'ka Zot tjetër përveç Tij, tek ai mbështetem dhe tek ai kthehem. Kështu, ne të dërguam ty të një popull, para të cilit kanë kaluar shumë popull tjerë, që tu lexosh atë që ne ta shpallëm, sepse ata janë duke e mohuar të gjithëmshishmin. Allahu i lartësuar i drejtohet profetit të Tij të dashur, Muhamedit, dhe i thotë: "Ne të dërguam në popullin tënd për t'i ftuar ata në udhën e qartë dhe të drejtë. Edhe më parë kanë kaluar popull, ndër të cilët kemi quar të dërguarit tanë. Kështu, ti nuk je diçka e pazakontë, që ata ta mohojnë dhe të çuditen nga fakti se Zoti të dërgoi ty me shpalljen e Tij."
Ti nuk u flet atyre nga vetja jote, por u lexon ajetet e Allahut të lartësuar, të cilat ai t'i shpalli ty. Kjo shpallje e mrekullueshme i pastron zemrat dhe i ndriçon shpirtrat. Megjithatë, populli yt nuk beson dhe nuk dëshiron të jetë mirënjohës të gjithë mëshirshmit. Mëshira e Allahut është gjithëpërfshirëse dhe ata përjetojnë atë në çdo çast. Ndër mirësitë më të mëdha që tregojnë mëshirën e tij mbi ta është pikërisht edhe dërgimi yt si profet dhe shpallja e mrekullueshme që Zoti të dhuroi. Por ata të mirë nuk e shohin këtë mirësi, mëshirë dhe bujari të dhuruar nga Zoti dhe as tregohen mirënjohës për të, por e shpërfillin dhe e refuzojnë. Po a nuk nxjerrin mesim këta të mirë nga sa popujt e tjerë mohues që kaluan para tyre? Allahu i madhruar i ndeshkoi ata për gjunohet e tyre. Thuaj, ai është Zoti im. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç Tij. Vetëm atij jam mbështetur dhe vetëm tek ai kthehem. Ky ajet është dëshmi për tauhidin në dy aspekte, uluhije dhe rububie. Kështu, Allahu është Rabi Zoti im, i cili përkujdeset për mua me mirësinë dhe bujarinë e tij që në momentin që më ka sjellë në ekzistencë. Gjithashtu, Allahu është Ilahi i adhuruari im i vetëm dhe i pashoq. Vetëm atij i mbështetem dhe vetëm tek ai shpresoj në të gjitha çështjet e mia. Vetëm tek ai kthehet zemra ime për t'i përkushtuar të gjitha adhurimet dhe për t'i lutur për të gjitha nevojat. Për kufizimi i tauhidit uluhije, o Ifradul, Allahi bili ibadeti, ky është nisimi i Allahut të lartësuar në meritueshmërinë e adhurimit e tij. Pra, ai që meriton të adhurohet është vetëm Allahu i lartësuar. Për kufizimi i tauhidit rububie, o Ifradul, Allahi bil halki wal mulki wat tadbiri. Nisimi i Allahut në aspektin e krijimit, sundimit të mbretërimit dhe të administrimit dhe pushtetit për të vepruar në gjithësi. Si kur me ndonjë kurani të lëviz në malet ose me të copëtohet toka ose me të flisnin të vdekurit të ngjalleshin, atëherë, edhe me këtë kurani do të bëheshin këto. Por të gjitha i takojnë Perëndisë. Vallë, a nuk e din ata që besojnë që, si kur të donte Perëndia do t'i kishte udhëzuar të gjithë njerëzit në besim. Kurse, mohuesit për atë që kanë punuar, do të donte t'i godas fakëtësia, ose ajo fakëtësia do të ngjaj pranë shtëpive të tyre, përderisa të realizohet premtimi i Perëndisë, atëherë zhduken tërësisht. Perëndia, me siguri, e realizon premtimin. Edhe pse ky Kurani është ai, libër me të cilin malet do të lëviznin, toka do të qahej dhe të vdekurit do të flisnin. Idhujtarët përsëri nuk do të besonin. Por, sigurisht e gjithë që ai takon vetëm Allahut. Allahu i lartësuar na tregon në këtë ajet mirësinë dhe vlerat e larta të Kuranit madhështor mbi të gjithë librat e tjerë që ai ka shpallur. Ai thotë, nëse do të kishte ndonjë libër të shpallur nga Zoti, nëpërmjet të cilit do të lëviznin malet nga vendi, do të qahej toka dhe do të mbushej me kopshte dhe lumenj dhe nëpërmjet të cilit do të flisnin të vdekurit, ai do të ishte ky Kurani madhështor dhe i pakrahasueshëm. Por i gjithë pushteti takon vetëm Allahut të madhruar, edhe mrekullitë ai sjell sipas urtësisë së tij. Atëherë, pse këta refuzues të së vërtetës dhe mohues të profetëve propozojnë dhe kërkojnë shenja dhe mrekulli sipas dëshirave të tyre? Pi çuditse mos, vallë, mendojnë se çështja e mrekullive është në dorën e tyre apo të profetëve. Pi çuditse vallë, a nuk e din ata që besojnë se, sikur të donte Allahu, do t'i drejtonte të gjithë njerëzit tek e drejta. Le ta dinë se Allahu i madhruar është i plot pushtetshëm që t'i udhëzojë të gjithë, por ai është i urtë dhe i gjithditur. Ai na tregon se udhëzon në rrugë të drejtë vetëm atë që ai dëshiron dhe lën në humbje atë që ai dëshiron, sipas diturisë dhe urtësisë së tij. Atëherë, le t'i druan atij dhe, me përunësi dhe përgjërim, t'i kërkojnë udhëzimin, ashtu siç ai e kërkon. Por ata që nuk besojnë, për shkak të veprave të tyre, do t'i godas vazhdimisht shkatërimi ose do t'u vi pranë shtëpive të tyre, derisa të vi premtimi i Allahut. Ata që vazhdojnë të zhyten në mosbesimin e tyre, nuk mund të nxjerrin besim dhe zemrat e tyre nuk ndikohen nga paralajmërimet dhe ndeshkimet që Zoti u dërgon në mënyrë të vazhdueshme. Për shkak të gjunave të tyre, ata goditen me ndeshkimet e njëpasnjëshme që bien mbi ta ose pranë tyre. Megjithatë, ata vazhdojnë me kokëforcin e mohimin e tyre. Kështu do të vazhdojnë ata të mirë, derisa të vijë dhe të realizohet i plot kërcënimi i Zotit dhe ndeshkimi i tij i përhershëm, që kur nuk do të mund ta largojnë. Allahu nuk e shkel kur premtimin. Allahu i lartësuar nuk e shkel kur premtimin e tij. Ky është një kërcënim që ata të friksohen nga ndëshkimi i Zotit dhe të heqin dorë sa më shpejt nga mohimi, armiqësia dhe padrejtësitë e tyre. Edhe para teje janë tallë me pejgamber, andaj unë kam dhënë afat atyre që kanë mohuar, e pastaj i kam të shkuar, e çfarë ka qenë dënimi im. Në këtë ajet, Allahu i lartësuar ngushëllon profetin dhe forcon zemrën e tij, duke i thënë, edhe me të dërguarit para teje janë tallur. Mohuesit, domethënë, ti nuk je i pari profet që është refuzuar dhe është munduar nga populli i tij. Por atyre që nuk besuan, unë u dha shafat dhe pastaj i ndeshkova. Se ishte ai dënim. Domethënë, ai ishte një ndeshkim i ashpër dhe i dhëmshëm.
Prandaj, le të mos vetmashtrohen me afatizimin ton këta të mirë, që të refuzojnë dhe tallen me ty. Le të shohin ata popujt që ishin para tyre dhe le të marrin mesim. Allahu i lartësuar është i përpushtetshëm që të ndeshkojë edhe këta, ashtu si edhe popujt e mëparshëm, që kundërshtuan dhe u tallën me profetët e tyre. A mos vallë, atij që është mbikëqyrës për çdo kënd, çka punon, mund t'i bëhet që okay, ai që nuk di asgjë, siç konsiderojnë Mohusit. Ose ju doni ta lajmëroni atë për atë çka nuk di ai Perëndia në tokë, kurse ai di edhe për më të voglen imtësi, ose po emroni ju ata me fjalë boshe. Jo, por Mohusve dinakërit e vet ai i shohen dhe ata janë larguar nga rruga e drejtë, e kë është mangë Perëndia, për të skallur fyjes. Vallë, kush mund të krahasohet me atë? Allahun që mbikëqyr çdo kënd se çfarë vepron. Allahu i lartësuar është mbikëqyrësi i gjithçkaje dhe çdo kujt ka për t'i dhënë shpërblimin e merituar, qoftë në këtë jetë, qoftë në jetën tjetër, me drejtsinë e tij të plotë. Si mund të jetë njëjtë gjithë dituri me idhujt, të cilët nuk kanë në dorë asnjë mundësi për shpërblim dhe ndeshkim, të cilët nuk kanë asnjë grim pushteti. Pi çuditse duke treguar pa drejtsinë e tyre të madhe, Allahu i lartësuar thotë, dhe megjithatë, ata i përshkruajnë Allahut ortak. Ata i përshkruajnë Allahut ortak, ndërkohë që ai është i vetmi dhe i pashembullti. Allahu është es, samet, i ploti dhe absoluti në zotërimin dhe sundimin e tij, të cilit i drejtohen të gjitha krijesat për nevojat e tyre. Allahu nuk ka shok, nuk ka ortak dhe as të ngjashëm me të. Të besosh se ka idhuj të ngjashëm me Zotin dhe pjesëmarrës në pushtetin e tij është një krim i pafashëm. Thuaj, na i tregoni ata. Mos, vallë, ju po i tregoni atij diçka që ai nuk e di ka, qoftë ajo nga gjërat që janë në tokë. Nëse jeni të sigurt dhe të vërtet në atë që thoni, atëherë përshkruajini idhuj që ju adhuroni, që të gjykojmë rreth tyre. Mos, vallë, Allahu i madhruar nuk di gjë rreth ekzistencës së këtyre idhujve dhe u dashka që ju t'i mësoni atij. Pe çuditë se mësojini tani, o të mirë. Duke qenë se Allahu i lartësuar nuk e ndan pushtetin e tij me asnjë tjetër, kuptojeni kocsinë e pretendimeve tuaja. Me këto pretendime boshe, ju i përngjani atij që kërkon t'i prezantojë ortak Zotit, për të cilët ai nuk di ka gjë. Këto janë kocira që dalin nga goja juaj, prandaj i lartësuar i thotë, qoftë ajo fjalë prej fjalëve që ju thoni. Pi çuditë se shumëta që mund të thuhet rreth ekzistencës së këtyre idhujve ose ortakëve, është se ato janë pretendime të kota, të thëna nga të paditurit. E vërteta është e qartë, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Asnjë krijesë nuk meriton të adhurohet, por atyre që nuk besojnë u duket e mirë dredhja e tyre, dredhit e tyre në propagandimin e idhujtarisë dhe mohimit të shpaljes së Zotit u duken të bukura, prandaj dhe përfundimi i tyre është i qartë, prandaj janë të penguar nga rruga e drejtë. Ata privohen nga rruga e drejtë, që të çon tek Zoti dhe në vendin e përjetshëm të bujarisë dhe mirësive të tij. Dhe ata që Allahu i lë të humbur, askush nuk mund t'i udhëzojë. Arsyeja është se askush tjetër, përveç Allahut, nuk ka pushtet real në qiell dhe në tokë, në këtë jetë dhe në ahiret. Askush nuk mund të ndryshojë vullnetin dhe përcaktimin e të gjithë pushtetshmit që është i urtë dhe i gjithë ditur. Për ta ka dënim në këtë jetë, por dënimi në jetën tjetër, me siguri, është edhe më i ashpër dhe për ta s'ka mbrojtës nga dënimi i Perëndisë. Për ata ka dënim në jetën e kësaj bote, por dënimi i botës tjetër është shumë më i rëndë. Ndëshkimi i ahiretit është shumë më i rëndë se ndëshkimi i dunjas dhe, përveç kësaj, ai është i përjetshëm dhe i pafund. Ata nuk ka kush t'i mbrojë prej ndëshkimit të Allahut. Askush nuk mund t'i ruajë ata nga ndëshkimi i Allahut. Nëse ndëshkimi i tij e përshëndik, askush nuk mund ta pengojë atë. Xheneti i tillë që u është premtuar muslimanëve ka kopshtije nëpër të cilat rrjedhin lumej, frutet e kopshtit janë të përhershme, si dhe freskia e tij. Ky është mbarimi i epilogu i besimtarëve, kurse fundi i mohusve është zjarri. Xheneti që u është premtuar të devotshmëve është si një kopsht i bukur, nëpër të cilën rrjedhin lumej, ku ushqimi dhe hija janë të përhershme. Duke shpresuar këtë xhenet, besimtarët u largohen atyre gjërave që Zoti dhe profeti i tij kanë ndaluar, si dhe i përkushtohen zbatimit të urresave. I lartësuari bujar e përshkruan xhenetin duke thënë, është si një kopsht i bukur, nëpër të cilën rrjedhin lumej, ku ushqimi dhe hija janë të përhershme. Lumejt e xhenetit janë prej mjalti, prej pijësh të këndshme, prej qumshti dhe ujit të kristalt. Këto lumenj rrjedhin gjithmonë dhe nuk janë të kufizuar. Me ujin e pastër të tyre vaditen kopshte të bukura dhe pemë të hishme me fruta të shijshme. Zoti thot, ushqimi dhe hija janë të përhershme. Shija dhe kënaqësia që ato falin janë të vazhdueshme. Të tilla janë edhe hijet e bukura të pemëve, që mbushin me kënaqësi dhe rehatojnë çdo që rri poshtë tyre. Ky do të jetë fundi i lumtur i atyre që janë të devotshëm. Ky është përfundimi i atyre që besojnë dhe adhurojnë Zotin përmes ligjeve të tij, pikërisht këto vendpanime të bukura. Ndërsa përfundimi i mohuse është ndryshe, ndërsa fundi i jo besimtarëve do të jetë zjarri. Sa ndryshim të madh ka mes dy grupeve, sepse të tillë janë edhe në këtë jetë, me veprat dhe fjalët e tyre.
Kështu do të jetë edhe shpërblimi i tyre në këtë botë dhe në tjetrën. Atyre që ua kemi zbritur librin, ata gëzohen për atë që të kemi shpall ty. Dhe ka disa prej grupeve që mojnë diçka prej ti Kuranit. Thuaj, mua më është uruar që ta adhuroj vetëm Perëndin dhe që mos t'i bëj shok atij. Vetëm atij i lutem dhe vetëm tek ai kthehem. Ata të cilëve ne u kemi dhënë librin gëzohen me atë që t'u shpall ty. Ata të cilëve Zoti u dhuroi mirësinë e detyrisë rreth shpalljes të tij gëzohen me këtë shpallje madhështore që po të dhurohet ty, o Muhammed. Ata janë të bindur se ajo t'u shpall nga Zoti i gjithësisë. Ata lumturohen me dritën e Zotit dhe e besojnë atë. Ata e pranojnë shpalljen e re dhe gëzohen kur shohin që ato vërtetojnë njëra tjetrën. Kjo është gjendja e histarëve të librit të cilët e besojnë shpalljen që i dhurua Muhamedit a.s. Megjithatë, ka shumë grupime që e refuzojnë një pjesë të shpalljes së Zotit, por ka grupime që e mohojnë një pjesë të tij. Por në këtë mënyrë, ata mohojnë të gjithë shpalljen pa e kuptuar. Lum ata që Zoti i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe mirë mohuesit që e shpërfillën shpalljen e tij. Thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun pa i bërë shok atij. Ti, o Muhammed, je thjesht një këshilluese paralajmërues që fton në udhën e drejtë të Zotit, prandaj tregoju atyre se për çfarë je urdhëruar. Thuaju atyre, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun pa i bërë shok atij. Do me thënë, jam urdhëruar që të gjithë adhurimin e fen t'ia kushtoj vetëm Allahut me sinqeritet dhe me besnikëri, ashtu siç më ka urdhëruar. Unë vetëm tek ai ftoj dhe vetëm tek ai është kthimi im. Unë i ftoj njerëzit në fen dhe ligjin e Zotit, i ftoj që të përkushtohen adhurimin e tij si një vetëm dhe të nështrohen ndaj ligjit të tij. Unë vetëm tek ai shpresoj të më doj dhe të më shpërblej për punën dhe lodhen time në këtë çështje. Vetëm atë shpresoj kur kryej urrëresat e tij dhe ruaj kufijtë e tij. Ja, kështu na e kemi zbritur Kuranin, ligj të mençurisë shprehur në gjuhën arabe. Nëse ti ndjek dëshirat e tyre, pas njohurisë që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmës as mbrojtës prej dënimit të Zotit. Kështu ne e kemi shpallur atë, Kuranin në gjuhën arabe për të qenë një ligj i përkryer. Kuptimi, ne e kemi shpallur këtë libër që të jetë një ligj i përkryer, i qartë dhe i kuptueshëm. Ne e shpallëm Kuranin me gjuhën më të pasur dhe të përkryer, me shpresë dhe me të bukur, që ai të jetë i qartë dhe i kuptueshëm, që nuk shkakton asnjë ngatresë. Kurani është një ligj që nuk pranon asnjë ndryshim dhe që duhet pasuar rigorozisht. Atë nuk mund të atrasojnë devijimet e njerëzve dhe ai nuk i pranon ato. Kush pason Kuranin nuk mund të ndjekë dëshirat personale të devijuara, ashtu si dhe kush ndjek dëshirat personale nuk mund të pasojë Kuranin madhështor. Për këtë arsye, Allahu i madhruar paralajmëron dhe kërcënon që të jemi të kujdesur në pasimin e këtij ligji. Ky kërcënim i drejtohej profetit, edhe pse ai ishte i ruajtur nga një gabim i tillë për dy shkaqe, së pari, për të treguar se profeti ishte i ruajtur dhe, së dyti, që ummeti i tij të jetë i kujdesshëm dhe pasues i profetit në zbatimin e ligjit të Zotit. Por, nëse ndjek dëshirat e tyre, pas detyrisë së madhe që të ka ardhur, ti nuk do të kesh as ndihmë as mbrojtje prej Allahut. Porosia e Allahut është që të mos ndjekësh dëshirat dhe devijimin e njerëzve, por të pasosh diturinë dhe dritën e Zotit. Nëse njeriu ndjek pasionet e devijuara, që nuk janë të ndriçuara nga drita e udhëzimit të Zotit, atëherë le ta di se nuk ka për të gjetur as mik që ta ndihmojë për të arritur qëllimet e tij, dhe as mbrojtës që ta ruajë nga të keqijat në dynja dhe në ahiret. Na, me të vërtetë, edhe para te kemi dërguar pejgamber dhe u kemi dhënë gradë pasardhës. Asnjë pejgamber nuk ka sjell me vete asnjë mrekulli përveç me lejen e Perëndisë. Çdo periudhë e kohës ka dispozita ligjore. Ne edhe para te dërguam profet, të cilëve u mundësuan të kenë gra fëmijë. Ti nuk je i pari i dërguar ndër njerëz që ata të habitën se Zoti të dërgoi ty si profet. Armiqtë se tu nuk kanë pse ta shohin si mangësi faktin që ti ke gra dhe fëmijë. Kjo hapje e tyre është e pakuptimt dhe pa vend, sepse ata e dinë shumë mirë se edhe profetët para te kanë qenë të tillë. Atëherë kuptohet se ata kanë qëllime të keqija, duke dashur të justifikojnë ndjekjen e dëshirave të tyre dhe mosnështrimin ndaj ligjit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, ata kërkojnë prej teje shenja dhe mrekulli, duke pretenduar se nëse u shfaq, atëherë do të besojnë. Por ti nuk ke asgjë në dorë, sepse gjithçka është në dorë të Allahut të lartësuar. Asnjë i dërguar nuk solli argument përveç se me lejen e Allahut. Allahu i lartësuar është ai që lejon mrekullit në kohën kur ai dëshiron dhe e ka përcaktuar që të ndodhin, çdo kohë ka librin e vet, ku përcaktohet saku i saj. Një çështje që Zoti ka përcaktuar as nuk përshpejtohet dhe as nuk vonohet. Kështu, kërkesa mohuese për të përshpejtuar ndëshkimin ose përcjelljen e mrekullive nuk ndikon tek Allahu, që ai të ndryshojë diçka të cilën e ka shkruar, edhe pse Allahu i lartësuar vepron çfarë të dojë. Askush nuk mund të ndryshojë atë që Zoti dëshiron. Perëndia shyen çka të dojë e themelon çka të dojë, dhe tek ai është libri kryesor. Allahu fshin çfarë të dojë dhe përforcon çfarë të dojë.
Allahu i lartësuar fshin prej përcaktimeve të tij çfarë të dëshiroj dhe e le çfarë të dëshiroj. Megjithatë, duhet kuptuar se ky ndryshim ndodh jo në çështjet e cilat i ka shkruar lapsi i Zotit, sepse ajo që është shkruar nga lapsi i Zotit dhe që, sigurisht, është paraprirë nga detyria e tij, nuk ka mundësi të ndryshojë. Në të kundërt, ajo do të ishte mangësi dhe cenimi ditërisë së Allahut të lartësuar, që thotë tek ai është nëna e librit. Tek Allahu është Lauhi Mahfudh, në të cilin është baza e të gjitha çështjeve. Ky themend nuk mund të ndryshojë kurrë. Ndryshimet ndodhin në degëzime, sikurse janë veprat e ditës dhe të natës, të cilat i shkruajnë melekët dhe për të cilat Allahu i lartësuar ka caktuar shkaqe, të cilët bëjnë që ato vepra të krijesave të shkruhen ose të fshihen. Vetëm kur ka shkaqe të caktuara ndodh fshirja ose shkrimi i tyre. E ilustruar me shembuj, Allahu i lartësuar e ka bërë bujarin, mbajtjen e lidhjeve farefisnore dhe bamirësinë si shkaqe për zgjatjen e jetës dhe shtimin e pasurisë për njeriu. Nga ana tjetër, ai ka bërë gjinohet shkaqe për paksimin e mirësive dhe të jetës. Po kështu, ai njeri që realizon shkaqet e shpëtimit dhe ruajtjes nga shkatërimi ka për të shpëtuar, ndërsa ai që nuk e bën diçka të tillë ka për të sprovuar. Mbi të gjitha këto, është Allahu i madhruar ai që i administron dhe i rregullon çështjet dhe, sigurisht, që ky rregullim dhe administrim kur nuk mund të bie ndesh me diturinë e tij dhe atë çka ai e ka shkruar në Lauhin Mahfudh, i cili është baza e gjithçkaje nga i cili devizohet gjithçka. Qoftë të tregojmë aty nga ajo që u kemi premtuar atyre, ose ta marrim shpirtin aty, ti je i obliguar vetëm ta shpallësh profetin tënd e jo dënimin e tyre, se llogaria është e ne. Edhe nëse do të mundsojmë ta shohësh, sa je gjallë një pjesë të asaj që ua kemi premtuar atyre, apo të ta marrim shpirtin. Para se të përfundojë e gjitha, detyra jote është vetëm kuptimi i qartë i shpalljes, kurse gjykimi për ta yni. Allahu i lartësuar i drejtohet profetit e tij të dashur, Muhamedit AS, dhe i thotë që të mos nxitohet duke kërkuar për shpëtimin e ndëshkimit të tyre. Një gjë është e sigurt, nëse ata do të vazhdojnë në shfrenimin e tyre dhe në refuzimin e besimit të drejtë, ka për t'i përfshirë ndëshkimi që u premtohet. Ky ndëshkim është në dorën e Zotit, i cili mund ta realizojë ose gjatë jetës tënde ose në ahiret. Kjo është çështje që e vendos Zoti dhe nuk është detyra jote. Detyra jote është kuptimi i qartë të vërtetës dhe i shpalljes së Zotit për krijesat. Ndërsa llogaria e tyre është në dorën e Zotit, ai do t'i marrë në llogari krijesat. Në dorën e tij është shpërblimi ose ndëshkimi i tyre. Në vijim, Allahu i lartësuar kërcënon ata që mohojnë të vërtetën. A nuk po shohin ata që ne po ua shkatërrojmë tokën mohuzve duke i zogluar skajit e saj? Perëndia gjykon dhe s'ka askush që mund ta thyejë gjykimin e tij dhe ai është llogaritës i shpejtë. A nuk shohin ata se ne po ua ngushtojmë tokën nga skajit e saj? Allahu gjykon dhe askush nuk mund ta kundërshtojë gjykimin e tij. Ai është i shpejtë në llogari. Rreth kuptimit të ngushtojmë tokën janë dhënë shpjegime të ndryshme nga dietarët. Një shpjegim thotë se kuptimi është shkatërimi i mohusve të së vërtetës, duke i shfarosur ata kudo që ndodhen. Një kuptim tjetër është çlirimi i vendeve të kufrit nga padrejtësitë e illujtarëve dhe përhapja e Islamit në ato vende, duke e ngushtuar në këtë mënyrë tokën dhe pushtetin e tyre. Por ajo që duket qartë, dhe Allahu e di më mirë, është se Allahu i lartësuar u ngushton tokën dhe pushtetin të padrejtëve dhe refuzuesve të besimit përmes shumë mënyrave. Ai paralajmëron ata me ndëshkime që godasin rreth e rrotull tyre ose mbi të ngjashmit me ta, që ata të marrin mesim dhe të kthejnë rrugë. Kështu, Allahu i madhruar i kërcënon para se të vi dita kur ata të ngushtohen dhe të vi një ndëshkim që nuk do të ketë me kthim dhe që askush nuk do të mund ta ndalë. Dredhi kanë bërë edhe ata që kanë qenë para tyre, e Perëndia është zotëruesi të gjitha dredhive. Ai diçka punon gjukush dhe mohuesit do ta dinë se për këtë do të jetë përfundimi më i mirë. Edhe ata që kanë qenë para tyre thurën intriga, por çdo intrigë është në dorën e Allahut. Shumë intriga dhe plane thurën popull të shkuar kundër profetëve dhe kundër të vërtetës, që ata sollën nga Zoti, por nuk arritën asgjë. Ata luftuan kundër rrugës e Allahut, duke dashur të pengonin përhapjen e dritës së tij. Por a nuk e dinin ata se çdo intrigë është në dorën e Allahut? Askush nuk ka mundësi që të bëj plane dhe të realizojë ato pa lejen e Allahut të lartësuar apo jashtë përcaktimit dhe krijimit të tij. Zoti ka krijuar gjithçka dhe ka përcaktuar gjithçka. Ata thuajnë intriga kundër fesë së tij, por le ta dinë se përfundimi i tyre është dëshpërimi dhe dështimi. Ata do të zhgënjehen dhe do të mbeten të trishtuar. Allahu i lartësuar thotë, ai e di se çfarë vepron çdo njeri dhe mohuesit do ta kuptojnë mirë se për këtë do të jetë fundi i lumtur. Allahu i lartësuar i di shumë mirë prirjet, dëshirat dhe punët e njerëzve, si të dukshmet dhe të padukshmet. Edhe thurja e intrigave është një vepër që nuk i fshihet Allahut të lartësuar, prandaj është e pamundur që ata të planifikojnë kurthe për të dëmtuar të vërtetën dhe pasuesit e saj dhe t'ia arrijnë të përfitojnë diçka.
Allahu i lartësuar thot, mohuesi do ta kuptoj mirë se për këtë do të jetë fundi i lumtur. Do ta kuptoj mirë se kujt do t'u takojë armja, atyre apo profetëve dhe pasuesve të profetëve. Nuk ka dyshim se përfundimi i lumtur dhe gjithë mirësia u takon të devotshmëve dhe jo mohuesve. Mohuesi thon, ti nuk je pejgamber. Thuaj o Muhamedi, mjafton Perëndia për dëshmitarën e mes meje dhe jush dhe ai që e di librin. Ata që mohojnë thon, ti nuk je i dërguar. Ata të mohojnë ty dhe e konsiderojnë gënjeshtër shpaljen që t'u dha nga Zoti. Thuaj atyre, nëse kërkojnë ndonjë dëshmues për këtë fakt, thuaj, mjafton që Allahu është dëshmues midis meje dhe jush, Allahu i lartësuar ka dëshmuar për këtë të vërtet me fjalën, vepra dhe me miratimin e tij. Me fjalën e tij, Allahu i lartësuar dëshmoi përmes asaj që ja shpalli me të sinqertit dhe me besnikut të krijesave të tij. Ai shpalli mesazhe, përmes të cilave tregoi vërtetësinë dhe besnikërinë e profetit dhe të shpaljes. Për sa i përket dëshmisë me vepra, Allahu i lartësuar e mbështeti profetin dhe kauzën e tij me një ndihmë, e cila ishte jashtë mundësive njerëzore, jashtë forcës së këtij profeti apo të shokëve dhe pasuesve të tij. Kjo ishte një dëshmi me veprat e Allahut të lartësuar, që tregoi për vërtetësinë e shpaljes dhe të profetit Muhammed a.s. Ndërsa dëshmia përmes pohimit të tij kuptohet nga fakti se profeti na ka njoftuar se ishte Zoti ai që e dërgoi atë. Ai na tregoi se Allahu i lartësuar i uroi njerëzit për ta pasuar rrugën e drejtë dhe premtoi kënaqësinë dhe begatinë e tij për çdo pasues të sinqertë të kësaj rruge. Ndërsa ata që nuk e pasojnë profetin, Zoti kërcënon me zjarr në botën tjetër, madje e ka bërë të lejuar për të marrë sipas ligjit jetën dhe pasurinë e tyre. Për të gjitha këto mesazhe që profeti solli prej tij, Allahu i lartësuar e miratoi atë. Nëse profeti do të tillonte diçka, Allahu i lartësuar do ta ndishkonte menjëherë atë, por edhe midis meje dhe atyre që kanë njohuri për librin. Kjo përfshin të gjithë dietarët e dy librave të Urat dhe Ungjil. Shumë dietarë të krishterë apo jude, të cilët e pranuan dhe pasuan të vërtetën, dëshmuan aptas për vërtetësinë e profetit Muhammed a.s. Edhe ata që e fshehin këtë dëshmi, Allahu i lartësuar na tregon se e dinin dhe ishin të sigurt për këtë fakt. Dëshmia e Zotit se ata e dinin mirë këtë fakt, por heshnin, është, në fakt, me e fortë edhe sesa pranimi vet atyre, sikur ta bënin. Nëse nuk do të dëshmonte Allahu i madhruar, ata do ta refuzonin diçka të tillë, por heshtja e tyre tregoi se ata e kishin të shkruar dëshminë për vërtetësinë e profetit. Allahu i lartësuar uroi që të argumentojë me dëshmitë që gjenden tek historitë e librit, sepse dëshmia merret nga ata që kanë njohuri. Në atë kohë, idhujtarët arabe ishin analfabet e të paditur, prandaj nuk kishte asnjë dobi dëshmia e tyre për vërtetësinë e profetit dhe të shpaljes së Zotit. Madje, arabët e asaj kohe, që ishin të paditur, gjithmonë pyesnin historitë e librit për të tilla çështje. Allahu është më i ditur për gjithçka. Këtu përfundon tefsiri i surës Rad. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Të tillë ishin Abdullah ibn Selami, Salman el-Farisi, Temim el-Dareti,